Mirëmbrëma, mirë se erdhët sonte në Radio Televizionin Shqiptar. Rihapja e kutive të votimit datës 11 maj ka çelur një diskutim të ri mes analistëve, kandidatëve për deputet dhe partive politike, të cilët kanë hedhur vështrimin e tyre drejt rinumërimit të votave të 11 majit për të parë nëse ka pretendime të opozitës që qëndrojnë për deformim të rezultatit të zgjedhjeve. Në fakt, 2 orë më parë ka përfunduar rinumërimi i votave në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve për 42 kuti votimit të qarkut të Dibrës. Dhe rezultati duke se nuk është ai që ishte shënuar në proces verbale të qarkut të Dibrës, kur është mbyllur procesi i numërimit pikërisht në këtë qark në datën 11 maj. Dhe rezultoi se Alketa Agolli janë shtuar 10 vota, Basir Çollakut janë hequr 8 vota, çka duket se procesi nuk ka qenë korrekt. Xhemal Gjungshit janë shtuar 17 vota, ishte kandidati i Partisë Demokratike që ankimoi dhe kërkoi rihapjen e kutive të votimit. Përparim Spahiut, kandidati tjetër të opozitës, janë hequr 47 vota. Megjithatë, përveç Dibrës, presim javën ardhshme të nisë rinumërimi i votave për qarkun e Tiranës dhe më pas edhe për Firin, çka do të thotë se më shumë se 1/3 e kutive të votimit të 11 maj do të shkojë drejt rinumërimit nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Do të flasim sonte pikërisht për këtë gjë. Pse u hapën kutit, çfarë pritshmërish kanë palët, a pritet të kemi ndryshim të rezultatit, dhe kam kënaqësinë ta diskutoj këtë gjë me kandidatin e Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës në listën e hapur Ilir Ali Mehmeti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët sonte në Radio Televizionin Shqiptar. Në krahun tim të majt kam Edvin Kullurin, kandidat të koalicionit Djathtas për Zhvillim. Mirëmbrëma, mirë se erdhët sonte. Kam 2 kolegë gazetar, po e nis nga Gimbaçi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Radio Televizionin Shqiptar, dhe Ervin Koçi nga A2 CNN, që do të na ndihmojë sepse kanë ndjekur me vëmendje procesin e rinumërimit të votave pikërisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve gjatë ditëve të fundit. Pas pak minutash, panelit do t'i bashkohet sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, zoti Tedi Blushi, i cili për shkak të impenjimeve në parti dhe takimeve me strukturat organizative pritet të mbrojë nga çasti në çast. Zoti Ali Mehmeti, nesër keni seancën e parashikuar në Kolegjin Zgjedhor të Apelit pikërisht për kërkesën ankimore që keni bërë. Çfarë pritshmërie keni nga dita e nesërme, kur në fakt të Tirana, për cilën ju keni gjithë vështrimin aty dhe prisni mbas një rezultat të ndryshe, do të rinumërohet gjatë javës së ardhshme? Po, shumë pyetje drejt, do pa kronologji kjo. Në radhë parë, ju dini, procesi Tiranës zgjati shumë, Tirana ka shumë kuti, gjatë procesit përmes zhguzve, përmes pjesëmarrësve në procesin e numërimit, patjetër patëm indicie për cilat kërkua kamerat që na erdhën dorë, themi drejtë nga KQZ, nuk erdhën të gjitha për një herë. Dhe në vëzhgimin e rreth 5-6% të kamerave që pam, le të themi, jo të njëjtat rezultate që shkonin në verbale zyrtare. E si rrjedhoi, i bëm kërkesë kaset, mos gabojmë 30 maje, ai u mblodh dhe hodhi poshtë kërkesën tonë individuale, duke kërkuar që të kërkohet nga subjekti politik. Patjetër, subjekti politik ishte shprehur shumë qartë në mbështetje, ishte shprehur në mënyrë mediatike, ishte shprehur në mënyrë publike, në mënyrë personale, ishte shprehur përmes avokatëve të pranishëm, megjithatë nuk u duke mjaftueshme sa duket në atë moment, dhe ju drejtuam kolegjit zgjedhor. Disa ditë më pas, kasi rimlidhet me kërkesë tani të subjektit politik, pra jo të kandidatëve, pra teorikisht kërkesa jonë është rrëzuar, dhe kjo është kërkesë e Partisë Demokratike, e cila kërkon rinumërimin jo vetëm të kandidatëve listë preferenciale, por edhe të mandatëve. Pra, gjen vend tashti brenda kësaj kërkese dhe kërkesa që ne kishim, dhe automatikisht kjo pjesë që është në kolegj zgjedhor, ky objekt është ezauruar, pra nuk ka më sens diskutimi i saj. Elementi i dytë, cilin ne kemi në kolegjin zgjedhor, është çështja është apo s'është e legjitimueshme kërkesa e një kandidati të listës hapur. Kujtoj se ligji, cilës i referohet, është ligji 2012-s, dhe aso kohë në reformat zgjedhore kemi pas me lista të mbyllura komplet. Me një sistem tjetër. Reformat kanë ndruar disa herë për 62 viteve, dhe si rrjedhoi ka shumë vend që këto ligje të duhet të ratifikohesh, le të themi, në kushtetueshmëri. Pra të silleshin në kushtetueshmëri për fakt që tash kemi listat hapura, jo më listat mbyllura. Pra hap procedurial ky. Hapi i rëndësishëm që ka interesin publik është rinumërimi, i cili është me kërkesë të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Kështu që nesër nuk kemi ndonjë pritshmëri, sepse kolegji zgjedhor objekti është ezauruar patjetër. Është ezauruar objekti dhe ti do të kesh të gjithë syt dhe vëmendjen procedurale. Nga e hëna që vjen drejt procesit të rinumërimit. Partia Demokratike e kërkoi dhe në përgjigje të saj kasi u shpreh pozitivisht. Kështu që vazhdojmë tani
procedurën përkatëse. Çfarë pret javën e ardhshme kur të rinisë numërimi i votave të Unë Tiranës? rreth pari herë do doja shumë që në 2025 neve të dini më në fund të numëronim këto vota siç duhet. Patjetër, këtu nuk fus gabimet njerëzore, se ekziston dhe gabimi njerëzor, janë lodhje, këta njerëz punun shumë ditë. Çfarë orë është ditë, javë, se këtu në Shqipëri nuk marron ndonjëherë numërimi, pra Tirana ju deshën 10 ditë, 10 natë. Kështu që janë lodhur shumë njerëzit, pra heqim gabimet njerëzore, ne po flasim për ato që mund të jenë gabime sistematike. Pra ato që ne të shumë prova në kas, dhe tashti presim hapjen e gjitha kutive. Patjetër ne jemi ndalë ke 5% e kutive, kemi vazhduar numërimin, sepse neve disponojmë videot, dhe gjejmë mjaftueshëm ndryshime, spari nga mandat, se janë gjithë votat aty. Spari vota që i kanë shku nga PS-ja KPD, po kjo nuk ishte objekti i kërkesës tonë, po është objekti i kërkesës subjektit politik. Po, ndërmjet subjekteve politike, aty janë të gjitha votat. Ka ndryshime në shumë kandidat listës hapur të Tiranës të PD-s, po dhe të PS-s. Çfarë do të thonë ndryshime? Kanë lëvizur votat si në rastin e Dibrës? Ka diskrepancë ndërmjet çka shihet në video dhe çka është pasqyruar në proces verbal në qendrës votimi dhe në pas tabelat përmbledhëse të KQS-s. Pra, kërkohet një saktësim për një transparencë, sepse ka votu gjysmë shqiptarë në qarkun e Tiranës, nevojitet fillim të marrim një çik shembull nga Kosova që ulet aty 2 ditë, mbaron punë me kontestime pak ose as pak, jep rezultatin dhe vazhdon punën e saj. Ndërkohë që neve tash ka kaluar 1 muaj nga dita e zgjedhjeve, akoma gjysmat e kutive të Shqipërisë janë për të rinumëruar. Më shumë se 1/3 do të shkojë drejt rinumërimit. Tirana ka 1280 kutive, se u morën edhe ca vendime tjera. Që me kaq kuptohet një proces zgjedhor i cili është i çal. Që me kaq. Pra përderisa detyrohesh të rihapësh kaq shumë kuti, do të thotë që ke një problematik madhore. Dhe duhet jemi shumë të qartë. Një kod zgjedhor që unë besoj do ta kemi kohën që ta shpërndajmë ndoshta bisedën. Një kod zgjedhor i këtij tipi që mendimi im është për të hedhur në kosh direkt që ditën e parë të mundur, dhe nuk e them sot, kam thënë që sot një vit, që nuk është një kod zgjedhor siç duhet, sepse largon zgjedhësit nga të zgjedhurit dhe i largon shumë qartë. Na krijon situata të tilla, na krijon këto lloj kurthesh nga Partia Socialiste do të thoja, ku vëmendja shkëputet dhe nuk vendoset ndërmjet 2 kundërshtarëve politik, 2 forcave politike, PS-s dhe PD-s, por shkon dhe fokusohet ashtu kot dhe krijon këto ngërçet ndërmjet subjekteve politike brenda PD-s, brenda PS-s me radhë, vendos ballë për ballë. Disa njerëz nuk janë ballë për ballë, janë subjektet politike ballë për ballë. Ky do të ishte një kod zgjedhor dhe ky është interesi publik. Dhe në këtë aspekt ky kod zgjedhor këtë ta bën plotësisht pamundur pothuajse. Që ky tillë është. Pra, zhvendos vëmendjen nga problemet reale në probleme që i krijon në mënyrë fiktive vetë kodi zgjedhor. Ky është kurthi. Ku kanë rënë shumë njerëz dhe fatkeqësisht bjen dhe publiku. Ky është kurth i krijuar nga disa këto mjeshtrat që ju thash. Që merren me ligjet zgjedhore. Megjithatë nuk e dim nëse është kampion, çfarë është gjetur sot në kutitë e rinumëruara të qarkut të Dibrës. Do t'i kërkoj Ervinit në këtë moment se e ka ndjekur procesin hap pas hapi, të na shpjegoj pak çfarë ndodhi që për shembull një kandidati të opozitës si Përparim Spahiu janë hequr 47 vota. Pra ishin shtuar në këto kuti votimi? Si ka ndodhur realisht procesi në momentin e numërimit votave? Ishin vota që s'do të ishin në emër të kandidatit Përparim Spahiu. Nëse ndalim në elementin gabimi njerëzor apo gabimi qëllimshëm, në 42 kuti lëvizin 66 vota, nuk besoj se futemi më ke elementi gabimi njerëzor. Kemi shkuar tek veprimet e qëllimshme nga ana e grupit numërimit. Por më shumë se sa numri votave, ajo e cila sot ngriti shumë pikpyetje, ishte, më themi, pretendimi i kandidatit të Partisë Demokratike, zoti Gjumshi, cili thoshte, në momentin kur kam këshyrur videot për subjektin, më ka dalë diçka tjetër, dhe tani po më del diçka tjetër ku po hapen votat për kandidatët. Do të thotë që dikush, momentin pasi ka përfunduar numërimin për subjektin, mund të ketë vendosur shenja në ato fletë që më pas të mos numërohen për vot kandidati. Dhe potencialisht kjo gjë më ndodhi edhe për Tiranën, që ka kërkuar zoti Ali Mehmeti që të rinumërohen nga e para, që ka që një nga kërkesat. Dhe vetvetiu, nëse dalim në këtë konkluzion më pas, që numëruesit pasi bëjnë numërimin kjo PS-ja, kjo PD-ja, po hajtë vendosin shenjë të ishtë një vot dikujt e të ashtu dikujt tjetër,
Tu pastaj ngret pikpyetje madhe se sa legjitime është gjithë procesi, administrimi i procesit zgjedhor. A kanë realisht të drejtë partitë politike të fusin më duart ke fletët e votimit? Pasi në finale, nëse një zgjedhës ka vendosur preferencën politike, po ndalim me zot Ali Mehmetin që kemi këtu, ke zot Ali Mehmeti, dhe vota në momentin e parë është e tillë, por në momentin e dytë janë shtuar 2-3 kryqe po ke lista PD-s, automatikisht s'është më vullnet i qytetarit, është vullnet imponuar nga ana e atij numëruesit në tavolinë, i cili ka deformuar, mund të themi, vullneti real të zgjedhësit, ka shkuar vetëm vot për partinë, po jo vot për kandidatin. Po për shembull më bën përshtypje dhe po bëj një pyetje naive, si është e mundur që në grupet në qendrat e numërimit të votave ka patur vëzhgues të partive, vëzhgues të kandidatëve, vetë tryeza e numërimit të votës është e monitoruar nga një kamera që qëndron gjatë gjithë kohës aty. Si është e mundur në sytë e kaq shumë njerëzve të mund të lëvizin votat apo vetë numëruesit të shënojnë kryqin? Ndonjëherë plani i madh është më i vështirë për tu parë. Dhe sigurisht ne folëm pak më parë që procesi gjatë. Ai numëruesi ulet në 8 mëngjesit aty, çohet në 8 darkës, mund të rri 10-12 orë duke numëruar. Sigurisht mund themi edhe vullneti i tij për të qenë rigoroz, sigurisht që nuk është maksimum. Po të shohim edhe protokollin e punës së numërimit, ku kalohet nga subjektet ke kandidatët, bëhet diferencimi i fletave. Këto janë të PS-s, këto janë PD-s, këto janë djathtas për zhvillim, këto janë tjetrit. Dhe kur kalohet për numërimin e kandidatëve, shifet vetëm çka ka PD-ja, nuk shef të PD-s, çka ka PS-ja të PS-s. Në atë moment numëruesit kujdesen më shumë për subjektin e tyre se sa për çfarë ndodh me subjektin kundërshtar, me kandidatin. Supozohet socialiste ka mendjet ke votat e PS-s. Nuk do t'ja di se çfarë ka ndodhur me votat e PD-s nëse i shkojnë një kandidat apo nuk i shkojnë. Rëndësishme është për atë që të jetë, mund të themi, shkoj ashtu siç duhet vota për PS-n ose ana sjelltas. Do të shifet e gjitha në qarkun e Tiranës. Ne folëm sot për 66 vota në Dibër, po u numëruan vetëm votat 42 kuti, qartë. 42 kuti, po ishin vetëm votat e Partisë Demokratike, nuk ishin të Partisë Socialiste. Kërkesë të kandidatit të Partisë Demokratike Xhemal Gjungshi. Sigurisht që ke Tirana duart i kanë kërkesën bëri PD-ja, po duart i kanë fërkuar dhe socialistët, se patëm garë shumë ngushtë ndërmjet zonjave. Mes disa kandidatëve, edhe Xhaçka, Gjylameti, Qefalia, Rakipi, ishin persona të cilët gjatë gjithë kohës ishin rivalitet deri në fletën e fundit se kush do të merrte mandatin e deputetëve. Sigurisht që tashmë do shihet nëse të tilla marifete kanë bërë vetëm një krah apo të dy krahët e politikës. Unë besoj janë të dyja se nuk pra ndodh që një krah të jetë i kulluar dhe tjetri mos ketë shënuar asgjë në fletë. E kuptoj. Kulluar. Nëse mundem të bëj një pyetje zot Ali Mehmeti, pasi edhe për debat tavoline. Sinqeriteti është diçka që u karakterizon politik, që kur keni filluar të merreni. Ajo që nuk kam kuptuar asnjëherë, përse iniciuat një kërkesë në KAS, një ankimim KAS për numërim votash, një kohë që e kishte bërë dhe Partia Demokratike. Kishit besim ke subjekti politik apo? Ka qenë që në fillim e Partisë Demokratike, rinumërimi i kutive sipas rastit. Ndjeni time jo, tash ju thoni që ka qenë. Ndjeni time jo, është bërë më pas, ka qenë për pavlefshmëri. Pavlefshmëri dhe rinumërim. Tirana dhe Durrësi ka pasur. Më pas është kërkuar rivlerësim dhe rinumërim. Po të kishte qenë që je kishte bërë Partia Demokratike, patjetër unë s'do ta kisha bërë. Pra ndjeni time jo, nuk ka qenë kështu, bërë më vonë. Dhe KAS është mbledhur një javë më vonë për të shqyrtuar pikërisht kërkesën e Partisë Demokratike. Ka një distancë një javore ndërmjet kësaj dhe asaj. Kështu që absolutisht kjo ka ndodhur në kohë të ndryshme dhe kjo është arsye pse u drejtuam kolegjit zgjedhor, se ende si ishte kërkesa nga ana e subjektit politik aty. Kështu po janë datat e protokollit, është e lehtë për tu parë. Gjithsesi, këto janë çështje procedurale, nuk ka rëndësi, por me shumë rëndësi, se po ju dëgjoja me shumë rëndësi. Patjetër kjo do parë, janë shumë pakutin krahasim me Tiranën, 44 me 1270, diferencë shumë e madhe. Mirë, po precedent shumë rrezikshëm, pra ajo që unë sapo dëgjova, pra që kjo me videot, që videot janë të KQZ-s, se nuk janë video të marrë nga shtëpia. Video të KQZ-s, që këto tani këto në sytë e shumë njerëzve. Këto flet, jo, s'po tha një diçka tjetër, që këto flet që janë parë në video, tashti janë rifutur, se këto janë futur në kuti, këto janë hapur. Tashti kur hapet kutia, nuk që nga më të njëjtat flet. Sepse subjekti ka parë votat për partinë, jo votat në moment numërimit votave për partinë. Kjo na ngre një diskutim shumë të madh, a janë futur durët këtë, a janë konservuar siç duhet kutit me votat brenda. Ngre një pikpyetje shumë të madhe. Patjetër numri i vogël i kutive, krahasim me Tiranën. Por nëse kjo qëndron e vërtet dhe unë i ftoj këtu organet të jenë shumë të kujdesshme në një situatë të tillë. Me të vërtetë është numri i vogël, po kur fillojmë shumëzojmë për mira, atëherë problematika bëhet madhore.
Megjithatë, duket që ka patur shkelje ligjore në rastin e qarkut të Dibrës, i takon Komisioni Qendror dhe komisioneri të vendosi nëse do t'i çojë sipas ligjit për ndjekje penale. Kulluri, si e pe hapjen e kaq shumë kutive të votimit të 11 majit, është hera e parë që ndodh gati 40% e kutive të votimit të një palë zgjedhje që kanë një muaj që kanë mbaruar, do të rihapen për të kthyer nga e para. Kjo patjetër që është pozitive në të pikë që kemi ardhur, por nuk është pozitive ajo që ka ndodhur gjatë procesit numërimit. Pra ne do të pranojmë që prapë kemi problematika serioze me administrimin e procesit zgjedhor, që është vetëm që në fakt është elementi më i parëndësishëm i parregullësive në zgjedhje, sepse më i rëndësishmi është deformimi i rezultatit para zgjedhjeve. Unë nuk dua të flas vetë, të flas me gjuhën e Komisionit Evropian, që u shpreh qartë që në këto zgjedhje shpërdor administrata, janë dhënë bonuse që nuk duhet të dhënë, si falje e gjobave dhe masa tjera. Pastaj nga eksperienca, mund ta them që në një masë shumë të lartë, çdo njeri që punon në sektorin publik, apo ka një të afërm sektorin publik, është i trembur për të votuar. Ose për të bërë fushat të paktën. Pra mund të japin votën, por nuk angazhoheshin në fushat. Kjo është eksperienca ime personale me njerëz të afërt të mi. Kjo është e tmerrshme, kjo nuk duhet ndodhi në asnjë vend normal, në asnjë vend demokratik. Është jashtë çdo standardi perëndimor. Dhe është normale që mbas 12 vitesh me qeverisje abuzive të kemi degradim demokratik. A do ndryshonte kjo marrëdhëniet majorancë opozitë? Unë mendoj se jo. Pra, hapja kutive sot nuk bëhet fjalë, nuk besoj që do ketë përmbysje të rezultatit, sepse vërtet Partia Socialiste ka përgjegjësinë kryesore dhe qeveria, jo kryesore, në fakt kryesore. Edhe opozita përmes komisionerëve ka përgjegjësinë e vet apo të mirëtimi i kodit zgjedhor, që është bërë me konsensus, pa ishte një debat tjetër, por nëse majoranca ka përgjegjësinë kryesore për procesin zgjedhor, opozita ka përgjegjësinë kryesore për fragmentizimin dhe mosgjetjen e gjuhës përbashkët për dalë në një koalicion të vetëm që ishte vetëm një mënyrë për të mundur PS-n që ka thithur brenda saj disa parti të majta historike ose një pjesë elektorale si PSD, SPD. Oferta e saj politike është një dhe është një vetë. parti unike, Partia Socialiste, përballë kishte një opozitë të fraksionizuar për shumë arsye dhe rezultati është ky që sot Rama nga 75 ka 83 mandate dhe me gjithë deformimin që ka pasur, unë nuk jam i sigurt nëse do motivoheshim për të dalë njerëzit dhe për të përmbysur rezultatin. Pse ta them këtë? Ne kemi provën mbi tavolinë. Ata njerëz që nuk donin PS-n dhe PD, 100 ca votues, dolën votuan partitë e reja. Pra ka njerëz që kanë këtu kurajo për shkuar përtej një materializmi të vogël që e quaj unë të elektoratit kryesor të PS-s dhe PD-s, për një vend pune, për një rrogë. Fakti është 1.3 milion tjerët nuk reaguan kështu. Megjithëse në gjithë perceptimi që ka unë fushat, pakënaqësia ka qenë shumë e madhe brenda PS-s në Vlorë, në radhë të socialistëve, pakënaqësia shumë e madhe edhe me performancën e PD-s. Po pse ja mori 9 mandate? Dhe kur vjen, po ta më marrin 200, por nuk, shiko, do të kemi parasysh një gjë. Demokracia nuk është imponimi një shumice. Demokracia është bashkëtesë. Dhe unë këtu shikoj që këtu është prishur çdo lloj bashkëtese, që në retorikë politike, në mënyrë se si institucionet, në mënyrë se si të gjitha palët. Dhe për mendimin tim jemi në një krizë të rëndë morale, jo vetëm politikës. Për mua shoqëria shqiptare sot është në një krizë shumë të rëndë politike, sociale dhe morale që të them drejtën, Sonja është hera parë, është hera dytë në jetime, mbas 26 majit të famshëm, që nuk kam i përgjigje dhe nuk di ç'do ndodhi, por di që ky vend nuk mund të vazhdojë më kështu. Nuk mund të vazhdojë më me këtë majorancë dhe nuk mund të vazhdojë më me këtë lloj opozitarizmi që nuk ngjall shpresë. Dhe këtë e them si njeriu që kam pranuar i pari dështimin tim personal, kështu që shoh në sy më të mirë në ato dy palët, edhe këta që mburren për një fitore me presione, me krim të organizuar, se nuk shpjegohet dyshim që kemi 5-6 kandidat kryesisht nga majoranca, që nuk i njeh asnjërin qaqet e tyre dhe kanë dalë njerëz të votuar, apo kemi ministra që njerëz nuk i njohin rrugë dhe dalin njerëz të votuar në Tiranë. Është e pakuptueshme. Njerëz pas një atribut politik me 20.000 vota. Ndërkohë që opozita vetë, ka ana tjetër kryesore dhe vetë PD-ja e prishi standardin moral duke vendosur personazhe që janë të përfshirë ngjarje kriminale, duke vrarë shpresën se ti mund ta mundesh modelin moral të kundërt apo të ndryshëm. Prandaj them që kjo është një tollovi e cila
Nuk di ku ta nisë se ku ta mbaroj, zoti Ali Mehmeti foli për kodin zgjedhor, ne kemi kaq vite që bërtasim për të punë, nuk dëgjon njëri as në PS as në PD, jes bën pamundur ta bëni kodin më keq se ç'ishte. Dhe jemi këtë pikë sot që nuk dim ku të fillojmë, e ku të marrim të gjitha janë gjëra të paralajmëruara. Në qartë. Megjithatë do të shohim parlamentin e shtatorit kur të konstituohet, nëse do të ketë iniciativa që besoj do të ketë për ndryshimin e kodit zgjedhor. Ju uroj mirëseardhjen Tedi Blushit, sekretari i përgjithshëm të Partisë së Lirisë dhe gjithashtu kandidat për deputet në listën e sigurt të koalicionit të Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Si e pe hapjen e kutive të Tiranës, duke qenë se dhe ju kishit rezerva si parti në raport për shembull me Bashkinë e Kavajës, me mënyrën se si janë numëruar votat atje? Është një proces i cili në fakt në vlerësimin tonë do të faktoj pikërisht atë masakër ose terror elektoral, si kundër të cilës ne si forcë politike, atë çfarë ka ndodhur në 11 maj, por sigurisht që hapja e kutive, pra duhet të shoqërohet jo vetëm me numërimin e fletëve të votimit, por edhe me hapjen e kutive të materialeve zgjedhore, një proces i cili duhet të kryhet paralelisht, edhe pse është diçka shumë teknike, por është në vlerësimin tonë diçka e domosdoshme në mënyrë që të paktën të evidentohen ato qendra votimi ku dhe votat janë tjetërsuar masivisht. Në sa i përket 11 majit, qëndrimi ynë tani më është i qartë, provat që po ekspozohen çdo ditë faktojnë qartë atë çfarë ka ndodhur në 11 maj, duke nisur nga treni bullgar deri tek presionet e ndryshme për shitblerjen e votave dhe pa haruar gjithashtu edhe përdorimin apo keq përdorimin administratës publike dhe aseteve shtetërore në këtë fushat. Mos harrojmë që në raport me këto zgjedhje kemi jo një, po 5 rezoluta. E fundit është një rezolut zyrtare e një institucionit të lartë të Bashkimit Evropian, sikundër është Parlamenti Evropian, i cili gjithashtu ngre shqetësimin, referuar të dhënave të grumbulluara nga misioni Fakmbledhës, sa i përket faktit se votat në Shqipëri në zgjedhjet e 11 majit u blen, dhe është kjo arsyeja pse edhe ky institucion ka kërkuar dhe ka propozuar dërgimin e një tjetër misioni Fakmbledhës në Shqipëri, dhe ndërkohë paralelisht me këtë proces opozita po vijon me vendosmëri të denoncojë këtë terrorizëm elektoral i cili tani më nuk është një fenomen i izoluar, por një fenomen i cili u shpërfaq në të gjithë vendin, pa haruar rastin flagrant të Bashkisë së Vorrës, ku vetë kam qenë dëshmitar se si qendrat e votimit u morën peng nga bandit dhe ku as një përfaqësues i asnjë institucioni ligjzbatues të vend, duke filluar nga policia deri te prokuroria, nuk ishin prezent, duke i lënë qendrat e votimit në mëshirë ose në duart të këtyre banditëve elektoral, terrorizëm në fakt i cili u paralajmërua që me rëmbimin terrorist të presidentit të Partisë së Lirisë, i cili ende dhe pikërisht në funksion të zgjedhjeve të 11 majit u rrëmbye rreth 8 muaj më parë dhe i cili ende sot vijon të qëndrojë në izolim ekstrem pa asnjë fakt dhe pa asnjë provë penale. Tani kur thua tjetërsim votash, se për shembull rasti i Dibrës që u rinumërua nuk tregon që ka ndryshim të rezultatit. Dhe votat ishin lëvizur brenda kandidatëve të të njëjtit krah politik. Ju thoni tjetërsim ka ndodhur për shkak të mënyrës si kanë vepruar kandidatët e të njëjtës listë apo nga partia tjetër? Është një përpjekje e neveritshme e mazhorancës për të stisur një konflikt të brendshëm brenda opozitës, duke pretenduar apo duke e transferuar thelbin e terrorizmit elektoral si një debat mes kandidatëve në listën e hapur të koalicionit, çka nuk është e vërtet. Vjedhja e votës është krim elektoral dhe vjedhja e votës në 11 maj ka bërë vetëm Edi Rama. Jo më kot, me që përmendët rastin e Dibrës, përmenda çështjen e hapjes së kutive të materialeve zgjedhore, sepse unë personalisht vetëm pak kohë më parë kanë denoncuar se si në një qendër votimi në Jushek, pa vetëm pak minuta larg qendrës së Tiranës, referuar proces verbalit të kësaj KZAZ-je, rezultonte se një qendër votimi ku ishin shprehur me votë ose ku kishin votuar 97 qytetarë për të gjithë kandidatët e opozitës, pra pa hyrur se kush ishte votuar më shumë apo se kush më pak, në proces verbalin final, kjo qendër të gjithë kandidatët dilën me 0 votë. Të gjithë kandidatët pa një e mora këtë si shembull për të treguar që nuk kemi as pak të bëjmë një debat mes
kandidatëve të koalicionit. Koalicion opozitar. Është një debat I cili fryhet dhe sponsorizohet qëllimisht nga Edi Rama, nuk ka si debat mes kandidatëve, ka vetëm një sulm frontal të kësaj mazhorance ndaj opozitës dhe ka një qëndrim blok të opozitës së vërtet ndaj këtij regjimi I cili faktori edhe njëherë se jo vetëm nuk di të respektoj standardet minimale për të një procesi zgjedhor, por përkundrazi është përgjegjësi kryesor I shkallëmimit të gjithë standardeve tani më të dënuara dhe me rezolut nga Parlamenti Evropian, paruar dhe 4 rezolutat e tjera të partive të cilat Partive të djathta që ju kanë mbështetur. Të djathta, por të mos harrojmë janë partitë të cilat sot qeverisin shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Të cilët kryetarët e shteteve të disa apo qeverive ishin në samitin politik të Tiranës pak më herët. Të mos harrojmë se një vlerësim kortezie për një proces elektoral është tjetër gjë dhe të mos neglizhojmë faktin që denoncimi I një farse apo një terrorizmi elektoral është diçka tjetër. Gimi, rihapja e kutive të 11 majit I bën mirë procesit, ndihmon partitë të kuptojnë ku kanë patur defektet e veta në fushatin që kanë bërë në strukturimin e tyre për ta mbrojtur votën, për të parë defektet që kanë patur me numëruesit e tyre, siç është rasti I Dibrës ku komisionerët e grupeve të numërimit të votave kanë bërë këto lëvizje dhe manovrat me fletit e votimit, apo është thjesht një rast për të kuptuar procesin në themel, në thelb, se si ka funksionuar administrimi I zgjedhjeve? Shko, spari do të më parë në disa pika. Opozita, vetë Zoti Berisha ka qëllim që të konkretizoj atë që ai e quajnë masakre zgjedhore. Dhe në këtë proces nuk kursehen as ato gjërat që kanë ndodhur brenda koalicionit. Ervini vuri me drejt vëmendjen tek ideja që nuk korrespondon numri I fletëve që fillimisht është shënuar për subjektin me ato që është gjetur. Dhe nëse ka në shumë kutike do thotë është një lloj urdhri, domethënë dhe ne e dimë si bëhet, sepse mund të vendosësh se o laps tua diku tjetër dhe duhet me parë se ç'ka ndodhur. Dhe për mua KQZ ka mundësi ta korrigjoj sepse në fund fare ajo që është, domethënë, finalja është qëllimi I votuesit. Dhe ti nuk mund të biesh pre e disa zgaravinave, të cilët domethënë ta heqin numrin e votës, por duhet të shikosh qëllimin e votuesit, I cili qartësisht shikohet lart, domethënë aty ku njeriu ka vendosur këtë gjë, se nuk zgaraviten lart ata, zakonisht zgaraviten anash, dhe ai që voton këtu lart nuk zgaravit anash. Ai që shko për zgaravit fletën e votimit e zgaravit direkt, nuk voton për një subjekt. Edhe duhet parë qartësisht sa ka qenë ky devijim, se ne mund të flasim për shembull për numër votash që mund të kenë devijuar nga X e Y brenda koalicionit. Por duhet me parë edhe sa mazhoranca, domethënë kjo që është diferenca. Ajo që thotë Blushi që për materialet zgjedhore, pra duhet parë ky numër, domethënë se si ndryshon. Normalisht që duhet të kishim shkuar drejt votimit elektronik. Dhe që një gabim I Zotit Berisha që nuk këmbguli për këtë gjë ose që kundërshtoi votimin elektronik. Ne nuk mundet të jemi pasaj qesharak në këtë pikë që shkojmë tek ata njerëz që I zë gjumë apo nuk I zë gjumë që bëjnë presion se nëse ti thua që në Shqipëri një pjesë e mirë e komisioneve zgjedhore janë në presion, janë banda që kanë ndikuar të zgjedhjet. Çfarë kanë ata për të intimiduar numëruesit? Asgjë. Kështu që nëse ti e lejon në këtë pike, kjo është e pritshme. Opozita ishte kundër përdorimit të teknologjisë në zgjedhje. Prandaj është e domosdoshme, dhe unë mendoj që strategjia e Berishës është që të arrijë që të bind të paktën ndërkombëtarët me këtë lloj që të ndërhyjnë, që të ketë një kod zgjedhor, që të pasqyrojë vërtet vullnetin e zgjedhësve, dhe jo atë kod një anshëm që bëri Rama në 5 qershor që e grisjet marrëveshjen e 2020-s dhe të kthej koalicionin zgjedhore, sepse domethënë nuk është normale. E pati LSI-ja në 2021 që kishte 110.000 vota dhe 4 deputet. Ke një sot, domethënë Shqipëria bëhet që ka 60.000 vota I deputet. Partitë reja me 120.000 vota që proponuan nuk pasqyrohet. 4 deputet gjithsej. Dhe do të thotë që ke një deformim të votës në themel, pavarësisht se ajo që preku kulluri është gjë krejt tjetër, që pa fuqia për të bërë një koalicion të madh që ka përgjegjësi ai që drejton, ai që ka lokomotivën, nuk mund të kërkosh partive të reja që janë ata përgjegjësit kryesorë pse nuk shkuan në këtë pikë. Dhe unë mendoj që kur vim të numërimi, rihapja duhet të ketë qëllim që të shkojmë drejt evidentimit të votave të trafikuara për të evidentuar këtë gjë. Nuk është qëllim me dënu
1000, 2000 nga këta numërues. Numërues të votave. Sepse nëse i kemi çuar shpërgjegjëse politika që i kemi çuar në këtë pikë që nuk ka bërë numërim elektronik, ta shpëtojmë nga kjo gjë. Të shpëtojmë nga kjo raport. Nuk është, domethënë, unë mendoj që zgjedhjet çdo lloj vote duhet numëruar. Edhe sikur mos ndryshoj fare rezultati Ilir Ali Mehmeti në fund fare. Pse duhet, për shembull, siç ndodhi 60 vota në, po të hapen gjithë kutitë janë dhe shumë kuti ndipër mund të ketë më shumë. Pse duhet, për shembull, që 100, 200, 300 votues që kanë shkuar ke Ilir Ali Mehmeti mos numërohen? Pse, domethënë, se është shumë e rëndësishme edhe për kandidatët që ta dinë të paktën në realitet, si kanë qenë, domethënë, nuk ka të bëjë këtu ndryshon apo nuk ndryshon rezultati në listë. Pra është shumë e rëndësishme të bëhet një skaner i procesit nisur nga çfarë kemi vënë re nga këto zgjedhje. Në qartësisht, për shembull, ndryshimit ligjor. Ali Mehmeti ka drejt në vetë mos ta thotë, por për shembull për mua, votat japin një lloj morali politik krejt tjetër në PD sot për të debatuar. Domethënë, pra, njerëzit e votuar kanë këtë gjë dhe prandaj unë jam asaj që o bëj listën krejt të hapur, qartë. Ose më mirë qëndroj mbyllur e thuaj që është kjo politikë që do të bëj unë, por as kështu as ashtu, domethënë që diçka që më do sill tek këto lloj deformime, që sill tek këto lloj, se këtu janë njerëzit. Në Shqipëri jemi. Nëse themi që ka presion, po e numëron gjithë, domethënë, e tha Blushi këtu, po e djem për ditë, e dim, nuk është se kemi shumë. Po del kryetari i Partisë Demokratike çdo ditë që denoncon. E thon gjithë, domethënë, në raportin. Ja do presim dhe raportin përfundimtar të Odirit që del në fillim të korrikut. Ne thjesht na duhet me lexues, se ne e dim çfarë do thotë sepse nuk është se ka shpjeguar një gjë. Unë moderator jam. Gjemi, nëse ndërhyj, këtu deklarata më e fortë ka qenë deklarata e ftohtë të SBA-ve për zgjedhje. Nuk ka nevojë as për Komisionin Evropian as ta themi. Ja, do më duhet vetëm të ndërpres për shkak të reklamave dhe publicitetit, bëjmë vetëm një shkëputje të shkurtër, rikthehemi më njëherë pas pak. Jemi rikthyer sërish në studio të vazhdojmë diskutimin për rihapjen e kutive të votimit të datës 11 maj. Zoti Ali Mehmeti, se mbeten në epiqendër e diskutimit për shkak se ishit kandidati i vetëm mbas zonjës Tabaku që siguruat një numër shumë të madh votash në Tiranë, por nuk arritët të hylet në parlament. Tani sa vota ju duhen ju që të siguroni mandatin e 14 për Partinë Demokratike? Për mandatin e 14 Partisë Demokratike duhet bëjë llogaritë, ndoshta Pedi mund të ndihmojë këtu subjekti politik, sepse të them drejtën, ka pas dy momente procesi, një proces ku numëroheshin mandatet dhe një proces ku numëroheshin kandidatët e listave të hapura. Themi drejtën, këtu ka qenë subjekti politik më tepër i përqendruar dhe në momentin e dytë kanë qenë kandidatët e listave të hapura më tepër të përqendruar. Kështu që unë jam kandidat i listës së hapur dhe vëmendja ime ka qenë më shumë në fazën e dytë. Kështu që nuk kam një përgjigje numerike në këtë moment, ndoshta dikush nga regjia mund ta ndihmojë qofse 1200 për saktësi e tjera. Por nuk, atëherë edhe një herë. Duhet t'i kthehemi një parimi të thjeshtë. Për 2025-ën e ta lejmë precedent, e t'a lejmë trashëgimi five tonë. Vota kur hidhet kuti nga votuesi për çdo subjekt politik qoftë, apo për çdo kandidat qoftë, duhet lexuar ashtu siç duhet. Por nëse ne kemi një vend ku krimi zgjedhor nuk hetohet kur, ngrihen fanfare, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, asgjë nuk shohim pastaj kur vjen puna në fakte. Dhe vjen situata që vonohen aq shumë sa që mbaron legjislatura, dhe kur na vjen kjo drejtësia s'na duhet më, sepse ka mbaruar punë legjislacion, ky nuk është një sistem që ne duam të trashëgojmë fëmijëve. Ne duhet t'i themi njerëzve me drejtë se do i kërkojmë votën prapë mas në një viti, mas disa viteve të tjera, mas 4 viteve e me radhë. Si do t'ja kërkojmë? Do t'ja kërkojmë duke thënë që votoni ju, se pastaj numëruesit që janë ke KQZ-ja, ne nuk e dim a ka numëruesa. Jo. Po hajde t'i garantojmë një herë për gjithmonë. Hajde t'u trashëgojmë neve fëmijëve tanë për mbledhje një sistem zgjedhor i cili reflekton vullnetin e njerëzve, qoftë në nivel subjektesh politike, qoftë në nivel kandidatësh. Demonstrim në kjo çështë. Një diskutim i ngjashëm. Partia Demokratike për ta iniciuar këtë gjë në parlament. Kam qenë votues. Patjetër i ndiqja, nuk kam qenë pjesë integrale e procesit, po kam qenë votues dhe i ndiqja me interes. Po kam dëgjuar debate të njëjtit tip në 2021. Në 4 vjet, si nuk u bë asgjë dot për ligjin zgjedhor. Për këtë gjë. Dhe po të shihni juve, që këtu e mbështes dhe pjesërisht zoti Mbaçi në këtë drejtim. Ne nuk është se patëm një diskutim për numërimin elektronik, për votimin elektronik kemi sa dush çështje për diskutu, po për numërimin elektronik
i shpejt, ju po ta vi njëre, nuk pati njëri. Po s'pate votim elektronik mund të kesh... Po, ndjes, ne po flasim për proceset. Qartë, për proceset. Pra, ky proces i votimit e pati probleme sa dush. Numrimi elektronik nuk pati diskutim. Dhe ne të themi ke numrimi, ne jemi ke procesi numrimi, që është vetëm një nga elementet e më të voglat gjithë procesi zgjedhor. Dhe unë i qëndroj raportet ose BOD-rit dhe unë i qëndroj gjithë prova, e pat videon e djeshme të Elbasanit? Po, propozua Tirana, Durrësi edhe Elbasani, si qendrat më kyçe që kanë shumicën e zgjedhësve, të kishin votim elektronik. Dje, se e pat dhomën e fshetë Elbasanit dje? Mbas ekspresit kafes? Torin gjitha me gjithë kund. Të ashtin këto realitete që ne flasim, a ka mundë si të bëjmë neve një proces zgjedhor, zgjedhjet lira të ndershme, një herë më të ketë Shqipnia ta shkruajmë kalendar, që në këtë vit arritëm dhe i bëm zgjedhjet me standard, dhe bravo na qoftë dhe fitoft më i mirë në këtë moment. Po si është kjo situatë? Pra, ne nëse nuk arrim do të përmirësojmë një raport, dhe janë po të njëjtat gjëra që na thotë ose BOD-ri vit, për visar bëhen zgjedhjet. Njëjtat gjëra na thotë. Asnjë hap përpara s'bën. Po kshu du të shkojnë në Europë. Ja pra, erdhi shtatori, do të vini parlament i ri, socialistët i kanë votat për bërë... ditën e votimit, po nuk përmirëson procesin zgjedhor, se këtu devijimi, inxhinieringu i manipulimit votës, do të shumur para se ditën e votimit. Po thitha për gjithë procesin. Jo, e kam fjalën që kjo është për ditën e votimit, mes me bërë paktën të banalizu komisioner dhe njerëz që vinë aty. Pse nuk e ditë shteti jon, nuk e dishin organet tona faljen e gjobave, dhënien e bonuseve, punësimet e përkohshme të administratës që nuk lejohen, nuk i ditë gjë, nuk i shifte, këto janë fakte konkrete. Në këto nuk do të lejojmë ne. Përfshirë çfartatet. Po këto janë faktet konkrete që janë bërë nga paratë që paguajmë nga taksat, nga buxheti i shtetit janë bërë këto gjëra. Dhe janë prova të cilat janë dhe raportin ose BOD-rit. Nuk po themi neve në diçka ekstra. Janë të cituar aty, pse se ka ndodhur para zgjedhjeve, para raportit. Këto elemente që po qet Partia Demokratike tani në këtë moment janë pas raportit para praktikë, janë raportin përfundimtar, patjetër, sepse është një linjë temporale që do ndiqet. Në fillim të korrikut është raporti. Ne kemi nevojë të dalim njerëzve me një sistem zgjedhor që më në fund të jetë sistem zgjedhor siç duhet, që zbatohet ashtu dhe të gjitha ligjet që janë rreth rrotull sistemit zgjedhor të jenë të zbatuara. Nga ato gjithë, nuk ka një diskutim nga njëra pa nga tjetra palë. Nuk funksionon kështu. Por, është PD-ja në pikën që ta bëj këtë analizë që duhet në shtator grupi i ri parlamentar të kërkojë ndryshime ligjore edhe pse për ta ndryshuar kodin zgjedhor. Unë mendoj që dy ndryshime ligjore që ne na duhen absolutisht, tash po flas në qershor, ju po flisni për shtator, po unë jap mendimin tim, pastaj absolutisht është kodi zgjedhor dhe është direkt menjëherë na erdhi kërkesa nga Bashkimi Evropian. Dhe elementi dy, reforma territoriale. Dy elemente kyçe që kanë bënë me mbarvajtje. Në 2015. Dy herë. E vërtet është. Dhe këto duan vëmendje kyçe dhe të rëndësishme. Se një nga arsyet pse ne të rinj brezat i futën politikës është pikërisht për të bërë disa gjëra më mirë për brezat që vinë më pas. Qofse kemi bërë gabime, hajde mësojmë nga këto gabime. Por janë dy pika kyçe, reforma zgjedhore dhe reforma territoriale. Absolutisht. Sepse mendon që është cënuar barazia e votës në territor. Dy gjërat më të rëndësishme, absolutisht, sepse po ju marr edhe një shembull tjetër, i mbaj mend se ne shkojmë bënim fushat, na pyesnin, a je deputeti i zonës? Njerëzit duan një deputet zone, nuk duan një deputet. Po flet për 25-ën, Po flas për tani. Po njerëzit kanë mbetur 20 vjet prapa ke deputeti i zonës. Zona është dukur që nga 2005. Njerëzit duan deputetin e tyre, me të drejtën. Sepse ai sistem u bën të esenca tyre. Qartë, mazhoritare. Po ne prej 2005 se këndej nuk i kemi më. Dhe kujtoj edhe i diçka. Po të rinj nuk e kam parë kurrë. Se kjo është dhe vërteta, kjo funksionon për ata që kanë qenë dhe kanë votuar së kohë. Po kush ishte 20 vjeç si vjet? Në atë vit kishte lindur. Pra, a do t'i afrojmë zgjedhësit me të zgjedhurit apo duam t'i largojmë zgjedhësit? Se prandaj largojnë njerëz nga politika dhe këto duan këta. Partia Socialiste don pjesëmarrje sa më të ulët në votime dhe sisteme që t'i largojnë zgjedhësit nga zgjedhurit. Dhe bën këto çorbat e këtij tipi. Kujtoj edhe një element tjetër kur vjen puna ke vendore, se ky ishte parlamentari. Po ja kemi Tiranën. Po ne kishim zgjedhje njësish mini bashki që i quajshim, ëh. Dhe jepte mundësi, njëte mundësi ta diversifikoje pushtetin në të gjitha këto qendra apo jo, edhe në komuna. Do të tash një dorë teke, hyj dhe investo çdo mjet jo ligjor te kjo deri atë dhe kjo i merr gjitha, po është e vërtet kjo? A ka fituar 100%? Nuk ka fituar 100%. Se po të fiton 100% dakord jemi. Po nuk fiton 100%.
Atëherë, a është e drejtë e njerëzve të qeverisen ashtu siç ata kanë votuar? Absolutisht po. A ka mundësi të prodhojmë neve dhe të përdorim një sistem, se hibrid është fjala më e mirë, më e kulturume që po arrit gjej do të këtë moment për këtë reformë. A ka mundësi të përdorim sisteme normale, njerëzore, të marrim ca shembuj siç duhet nga vendet demokratike, ku demokracia funksionon ashtu siç duhet? Se pastaj të kujtojmë një diçka, se thot kryeministri, thot shpeshaj. Nuk janë njerëzit thot që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. E këto sisteme këta i bëjnë, këto mjeshtrat. Dhe pastaj ja hedhin fund fare faj njerëzve. Nuk është kështu. Sistemet duhet jenë të tilla dhe njerëzit prandaj na zgjedhin neve që të përfaqësojmë zërin e tyre dhe të krijojmë neve sisteme që atyre t'u shërbejmë. Qartë, që të Dhe jo sigurojmë që përfaqësimin e ato drejtë t'i të shfrytëzojnë njerëzve në sistemin. parlament. Nuk funksionon kështu. Duhet një kthes, absolut kthes 180 gradë të dy procese. Ja, dhe shikojmë dhe analizën e opozitës të këtë drejtim. Kulluri, pse nuk pati reagime nga partitë e reja, nga koalicionet gjithashtu të reja që hynë në këto zgjedhje për deformim të procesit zgjedhor, për shumë për fakte si që demokratët janë investuar? Mbase u dekurajuan nga rezultati që morën? Në Tiranë ka pasur. Ka pasur një debat gjatë të agron shetë, mos ka bëjmë. Me PD-n, mos ka bëjmë. Ose me komisionet, që në cika. Për mandatin e dy që është marë, mund t'i hiqe se mbasë së shë rezultatet, dhe shohim që të shkoj kjo histori. Në aspektin tonë, ne ishim larkë marrës mandatit. Unë vetë kam kapur 3-4 kuti që në shkuar votat në rreshin më sipër. Po, nuk dyshon të që, ja do ishte 2 fishë, prapë ishte larkë mandatit. Dhe besoj që nuk panethem që vështirësi do ketë për shkak të procesit të administrimit të numërimit votave, ndryshim të balancës majorancës opozit. Mund të ketë një lëvizje të vogël, 1 apo 2 mandate maksimumi, nuk besoj që do ketë. Jemi shumë largë. Zonë Berisha vetë ishte, në fakt nuk dha një përgjigje të qartë 2 ditë më parë për foli për këtë. Unë si referohem mas Ramas Berishës. Jo, po them, ai është një nga protagonistët e mëdhenj lojë. Nuk do, deformimi ka ndodhur para. Unë tani politizojnë shkrim batona xhiut, era parë që flet qartë pa dorashka që këtu raporti Komisionit Evropian është i zi. Ka qenë agresiv. Nuk e përmenda që parë më kot postimin e fundit ambasadës amerikane para 10 ditësh. Një vend nuk mund të jetë partneri jonë strategjik kur ka deformim të vullnetit elektoral. Më qartë se kaq nuk e çatuam më. Jo, ata thamë përshëndesin popullin shqiptar për zgjedhjet e 11 majit dhe do të vazhdojmë partneritetin me Republikën e Shqipërisë. Zonjë, ke lexuar të 3 postimet apo jo? Ka një të parin që nuk përmendin asnjërin as tjetrin para sa ditësh. Unë këtij referohem. Të parit që ishte mbas zgjedhjeve. Atë i marrim të 3 me radhë, marrim të 4 po deshet për stërvitjen Defender 2025 nuk ekzistonte asnjë politikan shqiptar, as ministri i mbrojtjes, as presidenti, as kryeministri. Të ta them si sekretari i përgjithshëm i mbrojtjes, që kam qenë të paktën në 2 ceremoni stërvitjesh të bashkëta. Ka qenë o ministri, o presidenti, o kryeministri në ceremoni. Hera parë, asnjë zyrtar politik, drejtues politik i mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare nuk merr pjesë në krah të Shtetit Bashkuar në stërvitje, me që do ta çojmë. Jo, më mirë, okay. E para. Mesazhi i parë që urim për popullin shqiptar, jo për majorancën e opozit, në dallim nga 2021, ku shpreh qartë. Para ca ditësh është uruar presidenti i ri i Rumanisë me emër. Edhe në Poloni me emër. Në Shqipëri s'është përmendur, po nuk është përmendur as majoranca as opozita. Që ti themi gjëra siç janë, ky është fakti. Dhe postimi i tretë ka qenë i ashpër për mua, në gjuhë diplomatike gjithmonë. Mos prisni që ndërkombëtarët të vinë të thonë ti jashtë, ti brenda, ti hajdut, ti burimir. Nuk do, sepse është diplomaci. Por qëndrimi i tretë ka qenë shumë i qartë. Nuk mund të ngrihet partneritet strategjik me një vend ku cënohet zgjedhja elektorale, fjalë për fjalë. Dhe cënohet liria e fjalës. Këto thot debatonin shkrim. Dhe këto atë qarta. Mos them një gjë tjetër, ka ndodhur gjë shumë e rëndë të zgjedhje, ku edhe mediat kanë fajin e tyre, që një pjesë e konsiderueshme e mediave kombëtare, së të gjitha kombëtare janë sot, kanë vendosur tarifa për kandidatët. Ky është një debat për te kësaj tryeze. Dhe televizione edhe të majorancës dhe të opozitës. Më keq akoma, unë i kam telefon, unë kam refuz. Jo, një sekond. Jo, qartë, mos përteci ekrani për te kësaj tryeze, se televizioni publik është i shkëputur nga ky diskutim. Jo, qartë pra, po në tryezën e diskutimit të emisionit tim, debati për mediat e tjera është absolutisht i panevojshëm, sepse unë jam televizionin shqiptar. S'mund të bëj krahasim me televizionin publik. Unë po flas për proces zgjedhor. Qartë pa qartë. A ka cënim të proces zgjedhor garës barabat kur ti kërkon kandidatëve para? Me çfarë i paguajnë kandidatët para? Me lek droge, me lek korrupsioni, se këtu ky është një element deformimi.
Dhe këtu mediat, kanë dhe mediat për e tyre, ato që e kanë bërë, po thema. Qartë pa qartë gjithmonë. Që temi qartë. Ashtu. Po marrim elementi tjetër, a ka pas mbështetje nga krimi organizuar, po hapo më dukshëm tash, çat bën teatr kod fshi mazgishë. Në disa qarqe ka pasur ndërhyrje të qartë të krimit organizuar për favorizuar kryesisht kandidat të majorancës. Ta thashë më parë, ke raste tjera ku drejtor të përgjithshëm të kësaj qeverie, që nuk e njeh askush për asnjë atribut politik, kanë marrë një numër të shumë madh votash. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që këta njerëz nuk janë votuar për arsye politike, po janë votuar për arsye apolitike. Kush janë arsyet politike që një anonim votohet nga Partia Socialiste? Sepse është drejtor diku dhe ka dorë të ushtrojë presion favore. Për këtë po flasim që këto zgjedhje janë të prishura. Unë personalisht po ta them, e kam thënë ditën e parë, këto janë zgjedhjet 26 maj pa të rrahura, por me përgdheli. Jo kuptoj. Edhe të krahasueshme edhe me 2001 kanë qenë zgjedhje shumë të këqija që ka bërë PS-ja, mbani mend, kanë dalë me Diagaç, Ilir Gjoni në Peshkopi, janë marrë komisionerët, komisariate. Këtu dhe kjo Dushku ishte deformim ligjor. Deformim ligjor, po. Por dhuna ishte gjithë tjetër. Por presioni, dhuna me deformim ligjor. Të lutem shumë. Unë kam bërë 2 muaj fushat. Unë kam gjithë jetën që bëj fushat. Jam për ditë fushat, edhe sot në një kuptim jam teorikisht fushat. Nuk mund të vinë njerëz të afër të mi, të tjetrit ton, me të vinë, kemi shumë respekt, kemi ju në ton, do bënin fushat për ty, po kam grua mësuese, kam grua infermiere, kam djalë xhaxhajt këtu, kam tjetër, një zonë tërë, për shumë, zona Vllahinës, janë të gjithë në punë të nafta. Dhe kjo vot ishte kondicionuar, do unë një që njoh mirë situatë e PD-s. Dhe kam marrëdhënie të shkëlqyera se kam drejtuar një fushat fituese 2015, ti e di shumë mirë, në Serenis. Nuk bisedohet të me njëri këtë herë, ishte e pamundur. Në pjesat dërmuese, ishte e pamundur bisedohet për shkak të frikës. Dhe ajo që është më e rënda, dikush është që edhe po su kanë bërë shantazh, janë vetë njerëz të trembur. Kjo është akoma më keq se të bësh presion. Autocensura është më keq se censura. Domethënë që censura ka bërë punën e vet deri në nivelin e autocensurës. Nëse kjo duhet ndodhi në një vend kandidat Bashkinë Evropian, unë po them që ky vend, po ta them troç, nuk e meriton ty Bashkinë Evropian. Dhe ne e dim shumë pse po vjen Bashkinë Evropian, po vjen për shkak të presionit rusa, kinez, ballkane, muhabeti gjatë. Ashtu, por ky nuk mund të jetë një vend kandidat Bashkinë Evropian. Ky nuk mund të jetë një vend antar i NATO, sepse NATO është bashkim politik ushtarak, nuk është ushtarak. Janë disa vlera që ne na bëjmë pjesë të atyre organizatave ku jemi, apo presim të bëjmë pjesë. Dhe këto zgjedhje kanë qenë më keq se para 4 vitesh, shumë më keq se para 8 vitesh, shumë më keq se në 2013, ku them derën pati rotacion të pranuar nga gjithë palët. Dhe kjo punë nuk mund të vazhdojmë, dhe ajo që më shqetëson Sonja, është kjo, që nuk ka më mjete politike për të zgjidhur ngërçin politik. Mbase parlamenti i ri mund të detyrohet të vendoset të kushtet e dialogut të detyrueshëm si kusht për të plotësuar bisedime antarësie. E ishte mundësia për ta bërë këtë gjë. Nuk u bë. Kodi zgjedhor, në ato sa ishte mundësia për të hapur listat apo për të mbyllur fare për numrin elektronik, ishte mundësia. Të dy palët e ranë dakord që kodi do e bëjë më i keq se ç'ishte. Dhe unë e kuptoj Iliri Koflet, se nuk është përgjegjësia e Ilirit, po këtu do t'i bien troç. Kodin zgjedhor e kanë bërë 2 njerëz. E kanë bërë Edi Rama me Sali Berishën. Po fillojnë të fshihemi, me Emir Bylikbashi, me Damian Gjiknurin, kemi ngatruar rrugë. Sepse palët kanë qenë koshjente për atë që po bënin. Kanë qenë të paralajmëruara, kishte një komision zgjedhor që u sabotua 3 vjet për të arsye, dhe produkti është ky dhe unë nuk e di kush janë kohët kujt. Sepse gara që e pa barabartë, nuk mundet të jenë 4 veta në listë të sigurt në Vlorë dhe 12 tjerët të kapen për flokësh për ty deputet. Për të 2 partitë më dha se të voglat luanin për 1 mandat, maksimumi 2 në Tiranë. Nuk shkon kjo punë që janë, sa janë Tiranë, më 37 listë hapur dhe 12 që pinë puro dhe tallën listë mbyllur. Po e bëj figurative, po kjo është e vërtet. Nuk ka barazi ligjore. Nuk ka siguri ligjore me procesin numrin 1. Pra, në moment që ty të bie parimi i barazisë dhe sigurisë, për mua zgjedhjet janë zgjedhje shumë të këqija. Rama mund të marrë 83, marrë 113, po kjo këtë vend nuk e bën më të mirë, dhe to zgjedhje nuk e bën më të mira. Qoftë po të fitonte PD-ja, Klaudia që jam unë. S'ka pikë rëndësie. Zgjedhjet o janë të mira ose janë të mira. Nuk mund të jenë pak të mira ose pak të këqija. Gimi, rindez debatin mes kandidatëve të partive politike, fakti që votat do të rinumërohen në Tiranë edhe në Fier, sepse i pam se si kandidatët ishin të përshëndruar në qendrat e numërimit të votave, ku lëviznin me shumë pak diferencë me njëri tjetrin. Dhe mbase kjo që ndodhi sot me rinumërimin në Dibër, mund ta rindez këtë betejë që
lanë hije dhe në çfarë në fakt partitë e opozitës duhet kishin bërë për të fituar zgjedhjet e 11 majit, siç thonin vetë. Nuk do të rindezi debatin mes kandidatëve, do të rindezi debatin se ku kemi të çaluar politikisht. Nuk është se zgjidhim diçka, edhe nëse do ketë, për shembull, se mund të ketë në Tiranë, në Fier, mund të ketë ndryshim mandati. Në Fier se për pak lëviz midis Shqipëria bëhet dhe PS-s mandatit 12 PS-s, edhe në Tiranë që dihet që është e mundshme ta bërë këtë gjë. Ndoshta edhe në Durrës, por pak gjasa ka, domethënë me pas ankimimit të Zot Kalaja, por çështja është që këto do jenë detaje në thelb, ne nuk po shqetësohemi për thjesht për një emër. Edhe i lirin që kemi këtu vetë që është ndoshta ndër më të prekurit në raportin e kësaj të lëvizjes votës, por unë jam i bindur që nuk e ka thjesht për emër personal. Tu kemi të bëjmë me një gjë. Tu kemi të bëjmë me një gjë. Jo, nga që e njoh mirë dhe them këtë gjë në raportin e politik. Tu po flasim për një dënim të raportit të votës, dhe kur vitet vota, vitet dhe vend, sa ai që vjet votën vjet dhe Shqipërinë. Se çfarë problemi ka? Se këtu nis raporti. Don kur devijojmë votën, kemi devijuar dhe interesat e këtij vendi. Prandaj dhe shumë e rëndësishme më parë çfarë ka ndodhur si proces. Nuk ka të bëjë thjesht me një emër, nuk ka të bëjë me një numër, nuk ka të bëjë me lëvizjen e një mandati. Ka të bëjë me ato që ne na shqetëson. Ora këta njerëz që kaq hapur në mënyrë kaq drejt për drejt devijojnë vullnetin e zgjedhjeve. Çfarë problemi kanë me deviju tenderat? Që unë kam ngritur shqetësim që s'ka kthyer asnjë përgjigje. Domethënë ka qenë një gjë, meqense mblejon në përgjimet e atyre kur dolën këto grupet e më. Soel Çela ditë dhe thoshte që shmna duhet droga, ma duhet merrem me tendera. Mjafto që i ka shku në mend atit, do të thotë që ti ke diçka të rëndë, shumë të rëndë, do të që duhet zgjidhur. Se unë jam i bindur që po ti teke ti me një tender, ose po ti teke me një tender, kush nuk do ja japi? Do ja japi. Problemi është çfarë ka ndodhur që këtij shkombënia që i fitohet më shumë se droga ke tenderat. Pra, kjo është pasojë e kësaj gjë, se ti ke deviju vullnetin e zgjedhjeve, ke deviju këtë, normalisht që të shkosh te ai. Kjo domethënë, prandaj them që procesi që duhet na shqetësoj, ajo që duhet nxjerrim nga kjo, është ora do ta numërojmë vullnetin e zgjedhjeve në herë apo jo? Do shkojmë drejt një zgjedhje që kur vendos ai që zës asnjë mos thotë. Cili është mekanizmi më i sigurt për numërimin? Është ky teknologjia numërimit dhe votimi elektronik? Kjo është ditë në zgjedhjeve. Apo partitë kanë armatat e njerëzve që duan t'i mbajnë Sonja, problemi është përpara. Meqense ka një gjë. Ndoshta politikanët nuk mund ta fajsojnë, por ne si analistë, unë e vini, domethënë. Po ju e keni fushën të lirë të. Vini analist në këtë rast, jo vini politikan. Megjithëse merret me analizë, çështja është që ne do të themi këtë gjë. Për të jetuar në demokracinë do të mendosh në mënyrë demokratike. Nëse ti, shumica qytetarëve, ku vjen çështja për të zbatuar ligjin, nuk e bëjnë këtë gjë dhe pastaj kërkojnë të zbatohet ligji, tu kemi diçka që çalon. Demokracia funksionon nëse qytetarët mendojnë në mënyrë të tillë, nëse nuk e shesin votën, nëse nuk lejojnë të dhunohen, nëse nuk lejojnë të devijohet vota. Pra, saç kanë përgjegjësi politikanët që kanë kryesorën, sepse janë ata që vendosin parimet, kanë dhe qytetarët që nuk, nëse kryeministri apo dikush tjetër apo qoftë nga opozita kudo që tjetër tallet dhe ata e dorë trokasin. Atëherë janë fajtorë dhe këta që e dorë trokasin, se diktatorët, autokratët kanë jetuar për shkak se janë dorë trokitur nga një pjesë, prandaj duhet i kapim të dy problemet. Domethënë çështja para zgjedhjeve ka një libër pra, dhe unë ja kam thënë doktorit e ka botu këshilltari jot Fred Lela si manipulohen zgjedhjet. Është në Shqip, domethënë, e kanë botu dy personalitetet forta, domethënë Chessman dhe Brian, e the se si teknologjia e manipulimit votës është kaq, domethënë, është kaq e qartë dhe në Shqipëri ka ndodhur dhe do ishte rasti i rrallë që themi që Rama përmirësohet në qeverisje. Nuk ndodh. Duhet vinë gjithë studiuesit e votës më pas se si e ka përmirësuar qeverisja kryeministin tonë. Do të ishte diçka e çuditshme, ta studiojnë në ta se nuk bën vaki që qeverisja të përmirësojë. Në rastin e qeverisja më keq sa më gjatë rish. Po, madje tonë qeveria të korrupton, pushteti absolut të korrupton absolutisht. Kështu që duhet se nuk është problemi për mandatin e Ramës, as për Berishës, as për Metës, as për vinkullurin këtu. Bëhet fjalë domethënë në raportin jo të individit, bëhet fjalë për këtë vend më kur shqetësohemi në këtë pikë. Për standardet demokratike të vendit pra. Pra, nuk është se po tishte që do zbatonte ligjin, do kishte domethënë do të çonte përpara dhe opozita do kishte vështirë me thënë se do të fitojë ky mandatin e 4, do të fitojë edhe 4 dhe 5. Tu kemi problemin që tu çalojnë të gjitha gjërat dhe në këtë pikë ose do vinë studiuesit dhe ta marrin përsipër, ta marrin këtë që qeverisja këtu në Shqipëri ka përmirësuar qeverinë, o do të pranojmë të vërtetë e tjera që ne i dim. E kuptoj. Ervin,
Si do të funksionoj procesi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në ditët në vazhdim për Tiranën? Nga pikpamje teknike dhe çfarë mendon ti që e ke ndjekur këtë proces edhe përpara pas mbylljes së kutive të votimit? Teknikisht është një rrugë shumë e gjatë para për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, do numërohen gati 700.000 vota, që po ta përkthesh është gati 50% i votave të hedhura në 11 maj. Ishte 1.460.000 totali votuesve, 700.000 do të rinumërohen me vetëm me këto qarqe Tirana, Fierit dhe gjysmë më shumë. Për gjitha subjektet, Për gjitha subjektet. Numërimi plot. Madje në Durrës do të jetë edhe vota diasporës, e cilat do të rinumërohet më parë. Që Në Durrës janë vetëm 2 kuti votimi, 2 ZAZ, jo kuti votimi, 2 KZAZ dhe 2 ZAZ, 120 qendra votimi, 21-22, 120 qendra votimi dhe 6 tjera që kërkoi kandidati Kalaj që është kryesisht për zonën e Krujës, kështu që po të mbledhësh bashku diku 275 qendra votimi i qarku Durrësit. Bashku dhe tjera që ka Tirana dhe Fieri, kemi shkuar me numër zgjedhësit që vetë do t'ishe ideale nëse s'do lëvizte asnjë vot aty, por është sigurt që do lëviz duke marrë konsideratë që numri ka që madh. Për shembull në Tiranë, si do të lëvizë vota në kuptimin nëse ndodh që ka pasur probleme me si lëvizin mandatet në Tiranë? Ka një mënyrë se si zbulohet nëse ka qenë gabim njerëzor apo ka qenë gabim i qëllimshëm. Gabimi njerëzor dallohet sepse çdo kuti që numërohet ka dhe grupi numërues i cili ka numëruar antar. Me proces verbal, patjetër. Nëse shifet që njëjti grup numërimi për çdo kuti që ka numëruar, shef që lëvizi nga 10 vota, 7 vota, 15 vota, 20 vota, kjo do thotë që është e qëllimshme. Po nëse ai grup ka numëruar 50 kuti dhe ka lëviz 3-4 vota në total, aty je komplet ke gabimi njerëzor, lodhe etj. E kisha fjalën tek mandatet në Tiranë, meqense ne kemi parë se si u numëruan votat dhe çfarë rezultatesh kishim. Dyshet që mësuan deri tek votat e fundit. Diferencat ndërmjet subjekteve janë të mëdha, nuk janë të vogla. Është 1232 vota ndërmjet mandatit të 14 të PD-s dhe mandatit të 2 të Partisë Mundësie, që është gjatë diferencë madhe për të rikuperuar në këto fletë votime. Do të bërë një gabim trashani nga numëruesi që të ketë një ndryshim rezultati. Pastaj, nëse flasim për votë preferenciale kandidatëve, sigurisht që këtu ka terren për gjitha, pasi nuk është çështja vetëm sa vota i kanë shtu Edvinit, po marr për shembull, është çështja sa vota nuk kanë shtu dhe Ervinit, sa vota i kanë shtu dhe tjetër. Pra do bëhet tabulimi komplet nga e para dhe do dali pastaj në finale se sa më themi të sinqert apo drejt kanë qenë ato komisionerët të cilët e kanë administruar procesin. Për ta vjuar sërish ke shifrat. Po flasim për 700.000 vota të cilat nëse do ishte implementuar teknologjia votimi numërim elektronik, dhe ishte një proces që ishte mbyllur shumë kollaj. Pasi kontestim. Nëse do kishen kontestim do numëroheshin thjesht kuponat, nëse korrespondojnë kuponat me numrin e votuesve, çdo kupon ka dhe fytyrën e votuesit ku ka bërë identifikimin ke pajisja. Ka të dhëna fal nga 2021, për shembull rasti Dashi ka pas një rënje numrit votave nga dega 10, njësia 10, ku ishte njëjta përbërje, po themi, Tiranës vjetër, pjesë shtresë implementuar në 8-9 për gjysmim 2021. Dukshëm qartë që ka pas nga numërimi elektronik 2021, po patjetër. Se zona ka shumë tjeta, një mentalitet. Njësia 10 dhe 21 dhe 25 është aplikuar votimin numërim elektronik të dy rastë. Teknologji është përdorur, po. Nuk është se... Po ndryshonte tendenca brenda listës PD-s, po them, më kuptoj dhe një. Pra, Dasha ishte pjesë e PD-s, ma ka treguar vetë Qartë, e kuptoj, por nuk është lëvizte shumë nga 10-at e 8-at e 9-at, në kohë që paka shumë tjeta zona. Po mbasi të duhet parë dhe si produkti fushatës që është bërë, ë? S'ka lidhje, janë zonat njëjta. Është tendenca e kandidatit. Do të parë edhe mënyra se si ka funksionuar kodi. Në 21-shin ishte votimi preferencial për gjithë kandidatët. Tani për ta thënë kështu, nëse do ishte njëjti sistem si 21-shin, sot Ali Mehmeti ishte deputet sot. Do kishte thyer herë si me 10.000 vota, do kishte kaluar sipër. Nuk pretendon për shkak të marrë vota në kamër, se nuk e profesionat komunitet. Po 8-a, 9-a, 10-a janë pak a shumë zonat e Tiranës të prafërta me një tjetër. 2 është tjetër për shkak, 3 është tjetër. Për ne po të 6 është tjetër. E kuptoj. Mund të jetë një qasje e votuesve, mund të jetë ndikim, mund të jetë diçka, dhe për të vjuar debatin sa i përket gjërave që duhen ndryshuar, sa i përket kodit zgjedhor etj. Në aspektin logjik është krejt normale që ndryshimet do bëhen ku vend ngritin komisionin e posaçëm me të gjithë tjerët. Në aspektin politik pastaj këtu ka një përplasje të madhe. Nëse ti do ikesh tulesh tavolimi, një person që thon ka vjedh zgjedhjet, tu duket sikur o do ndryshosh diskursin, o do ndryshosh qasjen, ose do të gjesh një strategji tjetër. Pasi nëse ti do njohësh rezultatin tjetër, do të shkosh tavolin, të ulesh paktën përgatitur për lloj opozitarizmi tjetër, se sa këtë qasje radikale që ke tani që duhet. Nuk parë, dhe në 2020 atëherë LSI-ja është ulur në socialistë pavarësisht se kjo lloj qasje nuk prodhoi sukses, edhe për ta konkretizuar si argument. Nuk është çështja
kush u bë deputet, kush u bë deputet, pse doli dobët PD-ja, pse doli mirë tjetri. Çështja është që do të kemi një opozit fort që t'i bëj ballë një super majorancë që kemi tani. Nëse zoti Rama me 74 mandate bëri inceneratorit, PSD e shumë gjëra tjera, imagjino me 83 mandate. E ke pyetjen për Tedin dhe për Për të dy është ajo, po është edhe diskurs, me idenë që do duhet një opozit shumë e fortë që të kontrollojë një super majorancë tillë. Pra si do të jetë opozita e shtatorit? Në fakt opozita nuk i ka munguar Shqipërisë, edhe mos harrojmë që nuk është ky numri i madh i mandateve. Edi Rama ka patur 122 mandate në parlament, dhe besoj të gjithë mbani mend se për çfarë i përdori, pra një super majorancë, një kuvend monopartiak, i cili nuk miratoi asnjë ligj në interes të qytetarëve, nuk miratoi asnjë ditë pagash, asnjë ditë pensionesh, por përkundrazi miratoi pikërisht këto koncesiona pa ofertat të cilat i renditi edhe Ervini. Sigurisht që është përgjegjësi shumë e madhe opozita në këtë vend, në një vend ku autoritarizmi po fuqizohet gjithmonë edhe më shumë dhe ku rregullat demokratike janë prishur, për sa kohë kërcënohen, shantazhohen, burgosen liderët e opozitës, imagjinoni se çfarë ndodh me një qytetar të tillë i cili është kritik me mënyrën se si qeveriset sot vendi. Sa i përket për të rikthyer tek pyetja juaj, ishte se a duhet ulesh në tavolinë për të ndryshuar kodin elektoral. Unë përfaqësoj një forcë politike, presidenti së cilës në vitin 2008, pra 17 vite para, ka hyrë në një grevurie pikërisht për të kundërshtuar ndryshimet kushtetuese që sollën këtë kod antidemokratik. Të mos harrojmë që edhe në prag të 11 majit, zoti Meta dhe ne si forcë politike kemi bërë të qartë që në rast se do të kishim një proces të lirë të ndershëm dhe zor dhe koalicioni ynë do të fitonte këtë garë, sigurisht që vendimi i parë do të ishte pikërisht ndryshimi i këtij kodi elektoral, i kod tërësisht antidemokratik, që nuk përfaqëson vullnetin e zgjedhjes, sepse ju e dini tani më që më shumë se 2/3 e deputetëve të këtij kuvendi nuk janë zgjedhur nga qytetarët, por janë zgjedhur nga kryetarët e partive dhe është një fenomen i cili duhet të marrë fund një herë për gjithmonë, sepse është pikërisht kjo mënyrë për zgjedhje e cila përcakton edhe standardin e kuvendit. Dhe të mos harrojmë jo më larg se kuvendin e kaluar apo aty para këtij fundit kemi patur deputetë të cilët për fat të keq e kanë zbehur, e kanë degeneruar, për të thënë gjërat troç rolin e deputetit dhe atë çfarë duhet të përfaqësojë sot një deputet në kuvendin e Shqipërisë. Ndaj për të arsye sigurisht ne si forcë politike e mbështesim dhe e inkurajojmë ndryshimin një orë më parë. Duhet të kishte ndodhur dje, jo nesër, ndryshimi i këtij kodi i cili penalizon dhe nuk reflekton në fakt vullnetin e qytetarëve, por sigurisht shqetësimi i Ervinit që si mund të ulesh në tavolinë me atë të cilin e akuzon, tani më është e qartë që këto ndryshime nuk mund të realizohen dot vetëm. Të mos harrojmë që edhe kur kapitulloi Gjermania naziste, fuqitë aleate u ulën me generalët e mbetur gjallë të Hitlerit, janë negociata të cilat janë të pashmangshme, për sa kohë kemi të bëjmë me një forcë e cila gjithashtu është marrë peng nga një sekt që quhet Rilindja, por që sigurisht ka dhe ajo votuesit e saj. E theksoj që ne si forcë politike nuk do ta kërkojmë këtë shtator, e kemi kërkuar 17 vite para ndryshimin e këtij kodi elektoral, një kod antidemokratik dhe një kod i cili sigurisht nuk ka bërë asgjë tjetër veç se ka pjellur këtë regjim të cilin sot e vuajnë në kurrë. Megjithatë ju jep kohë fakti që do të shkojë në rinumërim aq numri madh kutish saç tha opozitës për të shtyrë pak analizën e rezultatit të zgjedhjeve të majit të zotit Bushi. Partia e Lirisë e kam këtë pyetje edhe për zotin Alir Mehmeti gjithashtu. Nuk e di. Apo fitoni kohë pra si parti të opozitës? Nuk e di për Partinë Demokratike, nuk kam informuar, por ne si forcë politike kemi filluar tani me analizën tonë për rezultatin e zgjedhjeve. Sigurisht
edhe ne kemi përgjegjësitë tona, edhe ne që duam në organizim. Lejoni që të kërkoj ndjes mira votuesve të Partisë së Lirisë, cilët për fat të keq u tradhtuan dhe nga brenda nesh, duke shitur tek patronazhistët listat personale, votuesi dhe miqt, sidomos në qarkun e Tiranës, të presidentit të Partisë së Lirisë, por pavarësisht gabimeve tona, mendoj se ajo çfarë ndodhi në 11 maj, sigurisht i faturoj dhe duhet i faturoj në fakt vetëm Edi Ramës, sepse është ai autori i kësaj masakre elektorale e cila ndodhi edhe me mbështetjen pa diskutim të të SPAK-ut, një strukturë e cila edhe pse ngriti një task force imagjinare në fakt, për të goditur krimin zgjedhor, unë nuk besoj se ju si gazetare dhe kushdo tjetër ka parë sot apo ka sot një bilanc se çfarë ka bërë kjo strukturë për të parandaluar krimin zgjedhor, përveç faktit se kemi sot dy liderë të opozitës, zotin Meta të izoluar në ekstrem dhe zotin Berisha ende në proces gjyqësor, dhe ku ndërkohë dua ta përsëris si rastin më flagrant, të cilin e pan të gjithë shqiptarët, dhe ishte rasti i Vorës, ku edhe unë personalisht përfshirë deputet në detyrë të opozitës dhe detyrues të lartë të opozitës, u përballën edhe fizikisht me bandit, të cilët kishin marrë peng qendrat e votimit dhe nuk kishte asnjë polic ditën e zgjedhjeve. Nuk kishte asnjë oficer të BKH-s. Edhe pse në disa konferenca shtypi kemi bërë thirrje Altin Dumanit për të marrë masat. I kemi bërë thirrje policisë së shtetit dhe të gjithë institucioneve tjera Liz Batusa përfshirë shërbimin informativ shtetëror për të reaguar për atë çfarë po ndodhte në Vorë, çfarë pam si reagim shtetëror, kryetaren e parlamentit, zonjën Elisa Spiropali, e cila përshëndeste dhe inkurajonte këta bandit për të vijuar misionin e tyre në funksion të tjetërsimit të votës. Nuk besoj se i debati duhet orientuar te çështja e mandatit, pra sa mandate do rikuperohen apo sa mandate mund të humben, debati duhet orientuar drejt standardeve të një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm që garanton pikërisht leximin e drejtë të votës së qytetarit. Vota është themeli i demokracisë. Dhe në rast se cënohet vota, ke cënuar të gjithë sistemin. Pra këtu duhet të orientohet debati, nuk ka rëndësi rikuperohet një apo dy mandate, e rëndësishme është që një herë për gjithmonë në Shqipëri të realizohet një proces zgjedhor i lirë dhe i ndershëm, ku qytetarit të shkojnë në qendrën e votimit të votojë për atë alternativë, të cilën ai e vlerëson apo mendon si më të pranueshme dhe që zgjidh problemet e tij i pandikuar nga asnjë formë presioni, shantazhi apo intimidimi. E kuptoj. Zoti Alimeti, apo e shtyn Partia Demokratike analizën për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit? Kam këtë pyetje të parë dhe pyetjen e dytë dhe të fundit për ju, sepse për shkak të impenjimeve do t'i duhet të largoheni. Pavarësisht se si do dalë rezultati i rinumërimit në Tiranë, do ta pranonit ju kandidimin për Bashkinë e Tiranës në emër të Partisë Demokratike? Para dhe fund marrin përgjigje me një herë, sepse ne jemi akoma në proces numërimi, unë personalisht. Patjetër nuk kam marrë për gjitha qarqet. Kjo s'do të thotë që analiza s'ka filluar. Po bëhet analizë në PD. Patjetër se gjitha këto procese që nxjerrim, që diskutojmë, një draft paraprak që ka dalë, patjetër gjitha pjesë të analizës janë këto, pra to janë gjitha elemente që futen në analizë. Analiza do vijoj patjetër derisa të mbyllet procesi. Se nuk ka si të bëhet pa u mbyllur procesi, duhet kesh dhe shifra konkreta, cilat do vinë kur dalin tabelat përfundimtare nga ana e KQZ-s, sepse deri atëherë nuk i kemi. Analiza do bëhet dhe do bëhet me shumë korrektësi dhe seriozitet, por më lejoni t'i përgjigjem edhe Ervinit për sa i përket asaj pyetjes që ju bët, thatë një numër i madh mandatesh nga ana e PS-s, dhe a duhet një opozitë e fortë, si do jetë, kjo ishte pyetja PS-s. Unë kam qef të flas me veprime, jo me premtime, që do të thotë ja ku jemi dhe unë dhe Tedi këtu të pranishëm, sot 2 vjet më parë na u tha fitoi Bashkia e Tiranës me rezultat shumë të madh, opozita shumë pak vende në Këshillin Bashkiake me radhë, 2 vjet më pas, ku është Bashkia e Tiranës dhe ai ishte një opozitë fortë apo jo, le ta gjykojmë njerëzit. Kryetari i Bashkisë është mburr krye 4 muajsh,
drejtorët e përgjithshëm pjesë e pesdo, si u përmendu pesdo, inceneratorin e Merrat, janë gjithë pjesë e bashkisë, ja ku janë ato që e bën atë. A bëhet? Bëhet. Absolutisht bëhet. Por kjo s'do të thotë lejohet krimi zgjedhor, sepse gjithsesi opozita është e fortë dhe arrin i bllokon disa gjëra. Krimi zgjedhor është një çështje, krimi i vjedhjes është një çështje, abuzim, patjetër këto flasin njëra me tjetrën, sepse këto para pastaj përdoren Çështja është se pavarësisht këtij aksioni, suksesi shkoi sërish ke Partia Socialiste, nuk shkoi ju. Ai është vazhdon në Shëmburg ndjeni time. Nëse ky quhet Partia sukses, Socialiste rikonfirmon. nëse ky është sukses, po patjetër me këtë lloj procesesh, po dhe 45 vjet kemi pas zgjedhje neve. 45 vjet kemi pas zgjedhje, 99.99% fiton te Fronti Demokratik. Votime. Quheni se doni. As incidente s'kishte. Që t'ishim të qartë. Shgullzon të bëjnë incidente? Çështja Do shështrohet ta ndjekim në dinamik, sepse nuk do themi fjalën e fundit para se të marr. Do ta ndjekim dinamik, por keni të bindur juve që po të leni ju zgjedhjet lira dhe të ndershme, ju a garantoj unë që nuk do ketë fenomene të çuditshme që si njeh as Komshiu që marrin 20.000 vota Mernaditës, në një qarqe shumë të vogla se Tiranën, pa punu as si ditë, pa i njoft askush, pas një lloj kontributi, del dikush me 20.000. Ku si ndodh kjo? Nuk po i morin dot ministrat. Me të gjithë investimin politik, ekonomik, financiar, e gjitha të gjërat që kanë. Dhe ata dalin disa njerëz anonim dhe i marrin. Sistem normal duket kjo. Po jo, absolutisht. Neve po flasim për garë të drejtë dhe të barabartë kur flasim për opozitën dhe pastaj harrojmë gjithë elementet e tjera. Citon raporti OSBE Odirit, gara ishte pa barabartë ndërmjet kandidatëve. Të kësaj qëndrojmë. Më bë dhe një pyetje tjetër se do të kandidoni për Bashkinë e Tiranës? Unë jam njëri që nuk djeg etapa. Ne jemi sot në zgjedhje parlamentare që është elementi më, le të themi, eventi politik më i rëndësishëm i një shteti, që s'ka mbaruar ende. Do vijohet nga procese tjera dhe ne, pavarësisht se i kemi bërë neve kërkesë Këshillit Bashkiak, të shkarkojë Erion Velien, më saktë, të çoj propozimin për shkarkim pranë Këshillit Ministrave, sepse i tillë është ligji, nuk e shkarkon Këshilli Bashkiak, por Këshilli Ministrave. Kjo gjë s'ka ndodhur. Shpërdoren ligjin, nuk ka ndodhur. Këta nuk e kanë çuar propozim. Këshilli Ministrave nuk e ka shkarkuar, presidenti nuk ka dekretuar një datë. Pra, ju shihni keni në shkelje gjitha organet shtetërore. Nëse këtë e dim tani, po pyetja më bëni një pyetje. Jo, do të pëlqente të ishit kandidati i opozitës i Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës? Pra, ju po pyesni nëse do ishe japonez, a do kandidoje për perandor. Nuk ka zgjedhje sepse Bashkia e Tiranës sot nuk e ka shkarkuar Erion Velien që është 4 vjet në burg, Këshilli Bashkiak nuk mblidhet ta diskutojë, kryeministri nuk e shkarkon dhe presidenti nuk ka dekretuar asnjë datë. Bëjnë një pyetje këtyre institucioneve pse s'bëjnë detyrën e vetë, pse nuk zbatojnë ligjet. Pse janë ato në shpërdorim detyre. Pastaj flet Partia Demokratike patjetër për kandidaturën që do të nxjerrë, që do diskutohet në forumet e veta fillimisht, do pastaj bëhet mediatike. Por rreth part bëjnë detyrën, ore, se duket shumë e habitshme kjo. Po kërkohet zbatimi i ligjit. Ligj që e kanë shkruar po vetë, se kanë shkruar në 2015. Këto ligje kanë miratuar në 2015, kanë shkruar vetë këtë ligj. Mos ndoshta duhet një kërkesë nga opozita gjykatës a është arrestuar në Erion Velia apo jo? Mos duhet një kërkesë ndaj. Harrova, është dhe banori i Durrësit Erion Velia. E ka kërkuar në Shabani, sot e kanë nxjerrë jashtë nga Këshilli Bashkiak. Jo, se mund ta kërkosh. Jo, sa për djenin tënde. Të shpjegoj gjendjen juridike të e kanë nxjerrë nga mbledhja. Jo, s'ka lidhje fare me gjendjen juridike. Po që ti tregohet mazhurancës? Ligji tregon shumë qartë. Këtu s'ka bashki njerëz. Ligji tregon shumë qartë, flet. Pas 3 muajsh, mos kemi disa bashki pa kryetar. Drejton ky mos. Përveç rastit të Bashkisë Tiranës. Bashkiak çon propozimin për shkarkim ku Bashkiaku pranë Këshillit Ministrave. Ligji është i vitit 2015 që 39, ne në 62 shkronja C për gjithë ata që duan, i kena mësuar ligjet përmend shprehallë. Po se nuk ka nevojë të mësoj përmend se nuk i zbaton fare. Dhe është rehat. Po, mund të rrit para punë këtu nuk ka zgjedhje se këtu nuk ka kryetar bashkie. Ku shkon kryeministri, një sekond, bën miting me zjarr fikse të policët kundër Spakut një. Futet në ndan ky kush është kryetari deleguar apo jo, tu bashkëtir. Sot nuk ka një kryetar i komitetit ekzekutiv. Pra, kemi një pushtet qendror që uzurpon pushtetin vendor, që uzurpon kushtetutën, kështu se kushtetuta thotë që janë pushtetet pavarura, nuk e ka asnjë lloj problemi. Ne jetojmë një legjitimitet, ne flasim se a janë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Janë me Bashkinë e tjera, jo me Bashkinë e Tiranës, se ka afër fare Bashkinë e Tiranës. Po, Bashkinë e tjera janë larg. Mirë se erdhe në detyrë kryetari, janë të qarta gjitha. Ligjet, po t'i zbatojmë, shkojnë gjërat në vend shumë kollaj. Pse nuk i zbatojnë? Se e din problemin.
Përgjigjja juaj ishte pa përgjigje, mbeteni gjithmonë i kujdesshëm për të ardhmen e nuk ka figurës tuaj. proces zgjedhor, nuk ka si të ketë kandidat kur s'ka proces zgjedhor. Pjesëshme të Jo e thaj, më pyet kur shpallën zgjedhjet. Por ai nuk e mohon që mund të ketë ambicie për kandidat për kryetar bashkie, nëse do të ketë zgjedhje në Bashkinë e Tiranës. Unë kam një tendencë nuk e përgjigjem pyetjeve që nisin me nëse. Me nëse, qartë. Kur të ketë proces zgjedhor, ka një president republika, të bëjë detyrën e vet, dekretoj zgjedhjen dhe pastaj do të vendosë ne nxjerrim kandidaturat. Zoti Alimeti, faleminderit shumë që ishte sonte në Radio Televizionin Shqiptar. Bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, rikthehemi për 30 minutat e fundit. Jemi rikthyer në studio të vazhdojmë për minutat e mbetura të emisionit. Gimi, si lëvizjen e ekuilibrat e Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësinë shtator me konfigurimin e ri të parlamentit. Do të kemi një PD me një grup të konsoliduar parlamentar dhe disa parti të reja me pak deputet që kanë. Mund të ketë disa tendenca të socialistëve të kooptojnë mbase deputet të lëkundur në radhë të opozitës. Mund të ketë rrjedhje nga socialistët për shkak të votave që kanë marrë disa deputet në listat e hapura. Rrjedhje nga socialistët? Jo. Deputetët që kanë marrë votat e hapura, votat në listat e hapura, cilët janë të fortë, të konsoliduar dhe mund të dalin kundër rrymës partisë. Janë skenarë që mund të shohim këto. Jo, këtë skenarin që mund të ketë, domethënë dalin nga radha fshije. Mund të ketë ndonjë tek tuk nga, domethënë deputetët që mund të shkojë tek Rama. Do kemi dy grupe parlamentare të qartë që do jetë, domethënë PD-ja dhe Partia e Lirisë. Domethënë dhe jam i bindur që do ta plotësojë numrin e deputetëve për një grup parlamentar, sepse grupi parlamentar prodhon politik, domethënë ka kohën e vet parlamentesh ndryshe. Do kemi një zë, por unë them që kur bën opozit nuk varesh nga numri, varesh nga idet. Dhe kjo do thotë që pavarësisht të drejtës për të mbledhur shkeljet zgjedhore dhe për ta ngritur këtë problem dhe për të bërë ndërkombëtarët që të ndërhyjnë. Se Ëndra Berishës e ka thënë ai, nuk e ka fshehur 2001-shi, pavarësisht se nuk ngjajnë gjërat, sepse duhet shkruajë shkelje pasër e ligjit dhe pastaj kishin ndërtuar. Janë ndryshime shumë të mëdha. Por gjithsesi ndërkombëtarët ndërhyjnë atëherë. Ai kërkon që ndërkombëtarët të ndikojnë që opozita të jetë partner, pra, domethënë të shmangi arrogancën e mazhorancës që ne kemi parë, sepse në këto 4 vite Edi Rama ka treguar që mund ta e ka shmangur kuvendin. Pra, nuk kuvendi që është në një rubrikë parlamentare dhe ka si synim përmirësimin e qeverisjes, nuk e ka kryer këtë rol. Këto nuk ka ndodhur ndonjëherë, për shembull, është me sa mbaj mend nga 91 e këtej që këtë ndodhur që parlamenti kërkoi kryeministin dhe kryeministi të refuzoi, ose që mos kemi interpelancë që t'i kërkohet llogari kryeministit. Por në fund fare shiko. Pse duhet të shqetësohemi ne? Demokracia ka disa njësi mace. Dy gjërat kryesore mace janë llogaridhënia dhe mbajtja përgjegjësi. Nëse edhe po ta shikosh dhe ndërkombëtarët dhe raportet e fundit kanë të bëjnë me llogaridhënien. Sepse qytetari do që qeveria t'ja japë llogari. Nëse ti nuk jep llogari dhe nuk marr përgjegjësi, për çfarë demokracie flas? Dhe ky mund të jetë presioni dhe ndoshta misioni që thot zoti Berisha se kur thot jam me mision është i pavotueshëm. I votueshëm është kryetari i partisë. Misionari nuk është i përket një sistemi tjetër komunikimi. Tjetër ide. Zoti Berisha, domethënë, përveç misionit që thot për çështjen e votës, duhet të sillet dhe kryetari i Partisë Demokratike dhe të vërë në zbatim Nenin Basha, të cilën e dha në shumë publicitet, në shumë krenari. Edhe sikur nëse ndodh domethënë rotacioni në opozita ka nevojë për ndryshim, edhe kur ti nuk ke asnjë nga këto çështjet që ka Berisha mbi kurrizë. Mjafton që në botën demokratike u mbet zgjedhje dhe ti jep shanse një tjetër që të rigjenerojë partinë. Kështu që unë mendoj që opozita duhet të shikojë saç duhet evidentojë me të drejtë, sepse kemi nevojë që to shkelje të hapura që bëhen për zgjedhjet të evidentohen. Kemi nevojë sepse opozita qëllimin e ka që të kthehet instrument në duart e qytetarëve për të bërë opsion për qeverisje. Pra, duhet të kthesh në një shumicë morale, për të kthyer në shumicë morale, duhet të jesh instrument i idesë qytetare për ta përmirësuar këtë gjë. Kështu që domosdoshmërisht shtatori, domethënë duhet të ketë dy fronte, betejën kuvend, por betejën me qytetarët dhe kjo fillon nga të parit vetvetes. Dhe shpërgjegjësia e zotit Berisha, meqense e premtoi që rikthimi i demokracisë brendshme domethënë i dorëheqjes i gjitha gjërat e tjera ishte misioni i tij. Çdo debat tjetër do ta frenonte, do ta ngadalsonte, do ta devijonte dhe do të hiqte mundësinë se disa shpejt vinë zgjedhjet. Janë zgjedhjet e pjesme që do vinë, janë zgjedhjet lokale në 2027, janë zgjedhjet e tjera. Në Shqipëri çdo vit kemi zgjedhje. Ne mund duket ta bëj që domethënë ishin zgjedhjet nga 2021 në 2024, duket se kur kaloi një kohë kaq e shpejt dhe kështu kalojnë. 2021, 2023, 2025.
Dhe po e them që 2021-2025, 4 vjetë, më duket ka kaluar rrufe kjo kohë, dhe kështu kalon dhe koha tjetër. Nuk ka opozita asin sekund të humbë. Ja ta dëgjoj pak Lidi Blushën në këtë aspekt. Do të keni aksionin pak më të zbet për shkak të mungesës zotit Meta në parlament? Sigurisht që izolimi ekstrem i presidentit të Partisë së Lirisë ka patur pikërisht këtë qëllim. Minimizimin e fuqisë elektorale të tij personalisht, por sigurisht edhe të Partisë së Lirisë. Pasi të mos harrojmë se përveç këtij akti shumë të rëndë në shkelet të hapur të ligjit kushtetues dhe konventës europian të rinj, i cili vazhdon të konsumohet edhe sot e kësaj dite që flasim, sepse zoti Meta vjonte që në një izolim ekstrem, madje në hetim prej 6 vitesh tani më, edhe me një shtesë 3 mujore për zgjatjen e hetimeve, çka do të thotë se një nga 2 liderët kryesor të opozitës sot ndodhet në izolim pa asnjë fakt të pasin provë penale, por të jeni të bindur që atë opozitë që ju pat në Bashkinë e Tiranës, nga përfaqësuesit e Partisë së Lirisë, edhe nga Lidi Blushi sigurisht, do të jetë shumëfisht më e madhe në parlamentin e ri që fillon punë në muajin shtator. Të mos harrojmë që unë vi nga një eksperiencë shumë e vlefshme në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ku vërtet ne ishim një grup shumë i pakët, këshilltarësh, por opozita që ne bëm, edhe pse në kushte të vështira, mos harrojmë kemi patur agresion fizik, censurë të jashtëzakonshme, mungesë transparence dhe llogaridhënie, pra edhe kërkesat për interpelanca me kryetarin e bashkisë refuzoheshin, fjalët tona nuk transmetoheshin, megjithatë ne arritëm të organizonim dhe të zhvillonim një opozitë serioze, të vërtet, edhe pse gjatë kësaj rruge u trahtuam edhe nga kolegët tanë, megjithatë arritëm dhe sot e kemi një produkt, Eriovi Liaj ndodhet pas hekura. Kemi një sër çështje të cilat ne i kemi denoncuar dhe të cilat sot janë në proces, për fat të keq duhet të ishin mbyllur në fakt hetimet dhe duhet të kishim persona përgjegjës të shkruar për këto afera. Megjithatë, unë e vlerësoj si sukses aksionin e opozitës në Këshillin Bashkiak të Tiranës, parlamenti i dytë pas atij të madhit. Kombëtar. Parlament lokal, por i madh sepse është kryeqyteti. Por i madh sepse përfaqëson Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë, ku ndodhet më shumë se gjysma e popullsisë, megjithatë ne treguam se një opozitë, edhe pse e vogël në numra, ishte shumë e madhe në cilësi dhe shumë e madhe në vlera në raport me antivlerat që ne kishim përballë, dhe besoj që ai sukses që ne arritëm, edhe pse të pakët në numër në Bashkinë e Tiranës, në Këshillin Bashkiak të Tiranës, të jeni të bindur që në Konventin e ri të Shqipërisë do të jetë shumë më e madhe dhe sigurisht do të jetë një opozitë cilësore, sepse opozita në radhë parë nuk është numra, po është frym, është cilësi, është vlerë, është dhe sigurisht edhe çështje pastaj karakteri. Unë nuk besoj se do të kemi fenomene të trafikimit të mandateve. Jemi foli që mund të ketë lëvizje mandatesh, mbase nga ju drejt socialistëve, nga opozita drejt socialistëve po thoje. Apo nga partitë e reja drejt socialistëve? Jo, nga socialistët ke partitë e reja. Tek partitë e reja. Shikon për shkak të rinumrimit. Në firë, ekziston kjo sepse është diferenca shumë e vogël. Unë dua t'ju garantoj se 4 mandatet e Partisë së Lirisë në Kuvendin e ri, të cilat janë në fakt mandatet e Ilir Metës, sepse janë fituar për ti në kushtet e një izolimi ekstrem. Dhe gatshëm tek Ilir Metës? Do vide tek pyetja juaj, do të jenë të bashkëvlefshme me 40 mandate, sa i përket mënyrës dhe cilësisë opozitës që ne do të bëjmë në Kuvendin e ri. Pyetja? Jeni të gatshëm të jepni Ilir Metës 4 mandatet, nëse janë nevojshme për të... Në fakt, 4 mandatet janë të Ilir Metës, të jeni i bindur që zëri Ilir Metës do të dëgjohet dhe do të këmboj më fort se ku në Kuvendin e ri. Jo vetëm në seancat e javore të parlamentit, por çdo ditë, sepse sigurisht ato 4 mandate janë 4 mandate gjaku të fituara në kushtet e një agresioni të pashëmbullt në raport me gjithë forcat e tjera politike, sepse nuk gjeni sot një forcë të dytë politike, kryetari i cilës tjetër mbyrë në atë mënyrë, nuk gjeni një forcë tjetër politike të cilës ti është bërë presionet
të gjitha llojeve për ta rrëmbyer dhe për ta zhbërë si parti, megjithatë ja ku jemi, më të fortë se kur, sepse besojmë sepse kauzat që ne bëjmë, kauzat cilat ne përfaqësojmë, janë frymëzim edhe të paktën edhe për ata 8.000 heroj, të cilët në kushtet e një terrori të madh në 11 maj votuan për Ilir Metën e Qarkut të Tiranës dhe sigurisht për gjithë antarët dhe simpatizantët tanë në të gjithë Shqipërinë të cilët morën pjesë në këto zgjedhje, pavarësisht presioneve të cilat ata u përballen. Pra në horizontin e pas 3 muajve nuk do të shohim asnjë nga ju të katërt që jeni në parlament që mund t'jap dorëheqjen për ta futur zotin Meta në parlament? Asnjë, sepse nuk janë mandatet tona, janë mandatet të atyre mira qytetarëve të cilët sakrifikuan, janë heronj, nuk janë votues. Dhe në radhë parë janë mandatet e Ilir Metës dhe jo mandatet janë mandatet e Ilir Metës, janë mandatet e Partisë Lirisë, nuk janë mandatet tona personale dhe kush mendon që ka marrë një mandat personal dhe këto e kanë për gjithë opozitën e ka shumë gabim, këto janë mandatet të cilat i përkasin qytetarëve dhe nuk janë mandatet të cilat janë mandatet thjesht personale me të cilat ti mund të bësh trafik apo mund të lëvizësh nga një ekran tjetër. Ka ardhur koha që politikës t'i rikthejmë moralin, politikës t'i rikthejmë ato vlerat cilat për fat e keq janë përpjekur të zhbëhen nga kjo qeveri duke futur të tilla elementë cilët edhe këtu në studion tuaj u trajtuan, pra kemi sot apo do kemi nesër deputet të cilët nuk përfaqësojnë asgjë, përveç faktit që janë bedel apo servil të Edi Ramës, sikundër kemi edhe kandidat apo deputet që kanë marrë edhe më shumë vota se Edi Rama, pa përfaqësuar asgjë dhe pa njohur askush as në lagjen e vet. E kuptoj. Kulluri, si është e parlamentin, opozitën në fakt, në parlamentin shtator me këto mandate dhe këto numre që kemi sot. Në këtë betejë ku po të kujtoj pak ditë më parë, zoti Berisha tha që aleancën që kishte me Partinë e Lirisë e kishte për zgjedhjet e 2025-s. Nuk dua të mendoj ose të paragjykoj që ka një ftohje të marrëdhënie mes dy partive. Por nuk ta them dot. Jo, absolutisht jo, nuk vazhdoj këtë pyetje, po them, si e shikon ti opozitën në betejën e saj në shtator, duke qenë se përpara ka një mazhorancë që mund të votojë kode e vetme, sigurisht jo ndryshime kushtetuese, dhe është e konsoliduar nga pikpamja e disiplinës parlamentare dhe politike se e kemi parë gjithë këto vite. Me këtë çështje nuk merrem dot se nuk është një çështje jonë marrëdhënie midis dy partive tjera, ne flasim marrëdhëniet tona. Nuk është trova këtë. Me parti tjera, kështu që nuk dua të hyj në diskutime dhe si një person politik vjen nga Partia Demokratike, nga djepi i Partisë Demokratike, pavarësisht se sot je i pozicionuar në një koalicion tjetër opozitar, parti tjetër opozitare, por kur e shikon në gjykimin tënd dhe perspektivën në horizontin tënd mendor, si e shef opozitën në shtator? Opozita sot është shumë e dobët se ç'ishte. Për disa arsye. Në opozitën tërsinë e vet, unë kam thënë që këtu ka dështuar e gjithë opozita, as ne, as VMPD, as Partia e Lirisë apo Lapaj apo Qolli, dështuan të gjithë. Sepse shifrat, pavarësisht janë deformimi, janë ato që janë, 83 me 50. Edhe 4 parti. 86 me 54. Me gjithë partitë. Se PSD-ja nuk ka qenë opozitë, mbase ka ndërë opozitë. Kjo është në opozitë PSD-ja, shkon 57 deputet, po themi, opozitar dhe bloku jashtë PS-s, shkon 57 mandate. Që se do të pozicionohen në opozitë. Dhe tu ka disa arsye, s'pari, sepse, shiko, ju dol borxhi dhe PD-s. Pra, të gjithë partitë e reja thanë një gjë. Të të riqë zoti Berisha në kandidat për kryeministër, në të bëjmë dakord për kandidat tjetër, që nuk ishte një sakrificë e jashtëzakonshme. Për hir të fitores, për hir të ndryshimit të qeverisjes, ky hap duhet marrë nga zoti Berisha. Nuk e bëri, dhe në moment që nuk e bëri, tani nuk merr as përgjegjësinë për të hap të mos bërë. Sepse po të ishin opozitë e gjitha e bashkuar në një listë të hapura që me kod tjetër, po edhe të mbyllur të hapur të gjejnë modalitet, patjetër që do krijojë tjetër besim dhe domeni kurajo dhe ata qytetarë që janë të trembur, që kanë ata përgjegjësinë e tyre, si targimi për këtë mos reagim që kanë pasur këto zgjedhje. Por mua shqiptarët nuk kanë votuar mirë këtë herë. Kanë ata përgjegjësinë e tyre. Patjetër, pjesa dërmose këtë, jo të gjitha. Së dyti, partitë e reja çfarë do bëjnë me 4 mandate? Edhe këto partitë e reja e patën ofertë me tavolinë. Ne si Djathtas për Zhvillim kemi bërë thirrje të gjithë partitë e reja të bashkoheshim në një koalicion. Refuzuan dhe Lapaj dhe Sheaj. Dakor, Qollin e kuptoj se është një majtë pothuajse ekstreme, po kur je antisistem, duhet rreshtohesh të gjithë kundër sistemit që janë ngritur dy partitë e mëdha, që janë kodit zgjedhor, ndryshime kushtetuese 2008. Pikpamjet tonë, këto janë dëmet që janë bërë. Vendit që na kanë çuar në të pikë. Këto pastaj janë pasojat e dëmeve që janë bërë në ato vite. Po, këto janë pasojat.
Ta pasoj, shkaku është marrëveshja 2008-ës, kodi zgjedhor, ndryshime kushtetuese që kanë bërë kryeministrin, që sot kontrollon pushtetin lokal, parlamentin, partinë. Sot, në fakt, nuk është republikë parlamentare. Kemi president të shkrehur nga kompetencat, kemi parlament që kontrollohet nga kryeministri dhe një parlament që kontrollon qeverinë, ka dalë nga funksioni, bën funksione kundërt, pra të gjithë aktorët kanë dalë nga rolet e tyre, dhe kemi një njeri që ka një pushtet absolut, dhe patjetër që një pushtet ka që i madh, korrupton jo vetëm veten, korrupton dhe të tjerë. Ç'a ndodhi? Dhe partitë e reja nuk pranuan, me dashje, pa dashje, nuk ka pikë rëndësire. Sot jemi në pikën që të gjithë faktorët opozitarë në vend që të thyenin PS-n të shkonte në 7 mandate, sot PS-ja ka 83, pavarësisht po them ndonjëherë nga deformimi i vullnetit. Totali opozitë shumë e dobët. Unë mendoj që ne jemi me një qeverisje shumë të keqe, që do jetë automatikisht shumë e keqe se sot, se është ajo logjik që thot Gimi, për ta korrigjuar, e ka thënë Lordi Acton nga mendet e mëdha konservatore, që pushteti korrupton, pushteti absolut korrupton absolutisht. Dhe unë nuk pres asgjë tjetër përveç saj. Nga ana tjetër kemi opozitë më dobët se ç'ishte. Sepse ishte opozitë me 63 mandate, sot është me 54. Këto janë shifrat sonja dhe shifrat janë të pamërshishme. Nëse ne flasim politik, politika ka rëndësi nga pikpamja praktike çfarë prodhon. Unë nuk shikoj asnjë zgjidhje në parlament. Shikoj në rastin më të keq këtë stagnacion, këtë kënetëzim të parlamentit shqiptar dhe të marrëdhënieve midis institucioneve dhe ligjit të qytetarëve, por mund të ketë një variant tjetër që të ketë zgjidhje ekstra institucionale. Cilat mund të jenë këto për shembull? Shiko, në vendet me demokraci të brishta, shkundit nuk i sjellin zgjedhjet, i sjell rruga. Unë fatkeqësisht nuk dua ta bëj prognozë, por nuk shikoj zgjedhje në institucione. Por një shkundit fort shoqërisë nuk japin dot aktorët aktual. Tu përfuzë veten. Nuk shikoj brenda opozitës faktorë që të mobilizojnë qytetarët. Është provuar kjo punë, që në çadra e më vonë, me këta aktorë që janë sot përfuzë veten, po them një herë se s'kan pas asnjë përgjegjësi as për degën e mandateve, as për çadrën, as për to. Ka treguar koha që i mungon kredibiliteti i leadershipit të opozitës kryesore që është PD-ja. Se këtu nuk janë përgjegjësit kryesore, as Partia e Lirisë, as Lapaj, as Shehaj, as Qori, as ne. Partia më e madhe e opozitës. Lokomotiva e opozitës ishte PD-ja, ata kanë hedhur qymyrin jashtë, nuk ndezin kaldan dhe thonë pse nuk ecën treni para. Treni me qymyr do qymyr. Nuk i hidhet, këta i hedhin ujë, motorit dhe thonë pse nuk ecën motorit. Na çojnë nga Durrësi në Tiranë, nuk të çon dot. Është e pamundur, kështu që por patjetër që gjendja në vend ka akumuluar problematika shumë të mëdha. Kemi një ekonomi tashmë me ndikim të fortë para së pisë të krimit dhe të korrupsionit. Që nga turizmi, deri tek shërbimet, deri taksie, makina me qeraje, ndërtimi që është një tmerr, që është e pashpjegueshme se si ndërtohet kaq shumë në Tiranë dhe në Bregdet, ndërkohë që njerëzit po ikin dhe të ardhurat nuk rriten, dhe çmimet shkojnë kacafiu më lart se sa katët e gataçelave. Është një vend në cilin në çdo operacion të spakut që goditen grupe kriminale me gjysma e policë, pjesa tjetër prokuror gjyqtar, ky është një vend që është kalbur në themel. Unë besoj që në pozicionin geopolitik që kemi, edhe sikur mos të duam ne, ta bëjmë këtë vend më të mirë, nuk do në lënë tjetë, nuk të thash kot në fillim të emisionit, që ajo që po ndodhë, se po gjëja kryeministin, sot po mburrej për cili grup kapitull që e sot Gimi? Grup kapitullit për çështjet e gjelbërta dhe ndërlidhjen. Pikërisht ato që i bëjmë shumë radhë. Ku ta nisësh, për çështje gjelbëra besoj kanë pas parasysh Lamtrin e Vlorës, se me flak çdo. Po çfarë mund tani këtu? Këtu Bashkimi Evropian po do ta fusim me dhunë bëj. Për shkak të rrezikut rus. Dhe ky del dhe mburret. Dhe ky del dhe mburret që ky po djeg etapat e integrimit. Parlamenti Evropian kishte gjë shumë interesante, se thoshte ne nuk vëmë dyshim dëshirën shqiptare për të futur në BE. Ne vëmë dyshim demokracinë e brendshme dhe llogaridhënien edhe ai. Pra, do të thënë Nëse me zyrtarët e Brukselit kanë thënë që është mundur që Shqipëria të mbyllë kuadrin negociator teknik në 2027. Do ta fusin me zor Sonja, sepse ne jemi shumë larg. Domethënë shpejtësia e punëve këtu është e kundërt me shpejtësinë e djegjes etapave për integrimin. Se po kjo bëje ka qenë para 5 vjetësh, kur ti mamën që Rama ankoi për Macronin, dhe nuk keste asnjë centimetër integrimi. Sot që jemi më keq se ç'ishim atëherë, shpejtësia është rritur. Tani, kush janë të reformat e qeverisë? Nuk po i shohim. Se po ta i bëjmë me ditë, na i marrim me radhë sukses të qeverisë, më parë të them bravo zotë kryeminist. Tani ne dim ku jetojmë.
ky vend po bëhet lum për ditë më shumë, ndërkohë që integrimi përparon shumë më shpejt. Pra janë dy dreca të kishta. Ishe konstatimi që retorika përmbëhe, mos tjetë retorik, po tjetë zbatim, dhe zbatimi kanë llogaridhënie dhe do të mbajtje përgjegjësi. Më falë, i mban mend 3 ligjet, kush e prishi konsensusin për ligjin për administratën publike? Unë apo Edi Rama 2013? Tu nuk është punuar ne për integrimin, tu është punuar për çintegrimin. Por ata na duan se s'bën aty. Kryetari i qarkut të Fierit u bë më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër në atë kohë. S'ka vullnet për integrim, po vullneti është andej. Këtu brenda nuk ka vullnet për integrim. E kuptoj. Pyetjen e fundit e kam për Gimin dhe për Ervin Koçin. Si e shikoni profilin e qeverisë Rama 4? Dhe janë socialistët të qetë pas këtij rezultati që kanë marrë në 11 maj. Nëse do kishim një logjik politike, do parafroheshim ndoshta edhe unë dhe Vini. Duke qenë se vetë PS-ja merr vesh ditën e votimit të qeverisë se kush do jetë në kabineti. Ose mbrapa. Është vështirë shumë të parashikojmë. Shumë vështirë nuk është se duke pasur parasysh 3 kabinetet që zoti Rama ka kaluar, i katërti do të jetë me figura politike, do të jetë me figura teknike. Jo, politike jo. Shiko, herën e kaluar parashikova që do ketë më shumë gra. Dhe, do të them, duke tendenca. Tani do ketë më shumë anonim. Çfarë do ketë më shumë? Anonim. Po. Njerëz pa pse këta që janë sot janë një orë shumë. Jo, edhe më shumë pra. Ka më keq se kaq? Po shiko se për shembull nëse ti ke zgjedhë parlamentin dhe bë për shembull ta vlon ballën Damian Gjiknurin këto figurat kryesore, thua që për shembull që qoftë edhe kthe kur diun Pandeli Maj Konaku diun, thua është qeveri politike. Ama nëse ti bën nga këto për shembull që si ishte kjo Zegjineja, ku diun, se më shumë në rrjetet sociale e kam njohur. Edhe emra të tjerë, do thotë që ti po bën dy gjëra. E para, domethënë po zhvendos fuqinë politike, sepse ministrat pa fuqi politike, që janë anonim, nuk kanë as peshën për të kundërshtuar dhe për të marrë vendime të duhura në qeveri. Dhe është një tallje publike, për hir të vërtetës. Kështu do vazhdoj, më thjesht. Kështu e shikon profilin, të paqartë. Për momentin si në gjendje të thuash nëse do të jetë një profil politik apo do jetë një qeveri që do ai habisi të gjithë, edhe socialistët parë. Ai ka parë. Gimi po të keqja s'ka fund, si e mirë. Marrë 83 mandate, sigurisht që nuk i ka kënaqur dhe vetë socialistët, pasi shumë prej tyre kanë humbur peshën. Nëse dikush mendon unë jam i rëndësishëm për kryetarin, për partinë se kanë shumë vota, ai ka shumë mandate sa apo janë kur janë 72-73 janë të rëndësishëm gjithë. Mund dali dhe për te grupit parlamentar bëjnë qeveri krejt tjetër të lejë ato në parlament të rinë merren me njëri tjetrin. Ne nuk është se nuk përbën më lajmë të habitemi me emra që përcjell kryeministri për antarë të kabinetit qeveritar. Provojmë emra teknik, si që importoj disa kandidatë nga Kosova dikur, më pas i hoqe e kuptoj që duheshin politik, më pas i hoqe e futi pra profilat teknik. Nëse me nga gjatëris nga Kosova, kuma gjëmë. Standarti është i qartë, dikur partia socialiste kishte në parlament Arta Daden, sot ka Zeqinen. Ka pas Makbule Qeqën, sot ka Sara Milen. Ka pasur Namik Doklen, sot ka Tërmet Peqin. Ka që me afton vetëm këto 3 krahasime për të kuptuar standartin apo cilësinë e super majoratës në thojza në parlamentin e ri. Një majoratë në vlerësimin tim tërësisht anonime, nëse përket përbërjes së qeverisë, duke filluar nga posti i kryeministrit dhe deri te portieri i kryeministrisë, të gjithë ke fytyrën e Edi Ramës. Sikundër e ka dëshmuar dhe në këto mandate e kaluara, pra çdo ministër në fakt është Edi Rama. Sepse Edi Rama është dhe kryeministër, dhe ministër, dhe sekretar i përgjithshëm, edhe drejtor i komunales Bashkisë Tiranës, edhe portier i kryeministrisë, përfshi edhe këto punët e tjera që bën lart e poshtë. Përfshi edhe rrojen e portit të Durrësit ku trafikohet kokainë dhe përmbytet Europa me kokainë që kalon tranzit nga Shqipëria. Po mirë, me këtë profil që përshkrove ti, atëherë opozita e ka më të thjeshtë në parlament në shtator të bëjë opozitë. Pa diskutim që po. Do të thotë që keni nxjerrë dhe ju mësime nga 11 maj. Pa diskutim që po, dhe të jeni të bindur që Edi Rama nuk ka për ta gëzuar këtë mandat. Do të bëjë opozita të vështirë apo do të ketë ajo që thotë nuk ka për ta gëzuar këtë mandat, sikundër nuk Erovelia nuk e gëzoi dot këtë mandatin e fundit. Të njëjtin fat do ketë Edi Rama, për të garantoj. Në kuptoj. Ju falenderoj shumë që ishit sonte Radio Televizionin Shqiptar për gjithë mendimet dhe vlerësimet që datë për situatën e re politike që do të na gjej për shkak të rinumërimit të fletëve të votimit në kutitë e votimit, situatë politike që detyrohet të ndryshojë edhe sjelljen e partive politike dhe kandidatëve, të cilët vendosen sërish përballë atyre fletëve dhe presionit publik për rezultatin që morën në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ky emision rikthehet javën e ardhshme. Ju falenderoj për vëmendjen. Natë të mirë.